Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Raporti filmik që të ndiqni pas fjalëve të mia të para është tronditës. Por nuk besoj se është tronditës, shumë tronditës për ne si popull, sepse ne tronditemi për gjëra jo shumë të rëndësishme. Dhe ky është një problem që ne e kemi. Unë jam gazetar dhe më duhet ta them një gjë të tillë. Ne thotë Faik Bej Konica, shqiptari vritet për një vijë uji, për një gardh. Po kurse si për ideale apo probleme shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e tij, me mirëqenien e tij, me prosperitetin e tij. Dhe e vërteta është që ato që ne i quajmë pasuri kombëtare, gjërat më të rëndësishme që ka ky vend, që Zoti i ka hedhur te ne, mbi tokë dhe nën tokë, janë të një grupi njerëzish të cilët e kanë rëmbyer, vjedhur, grabitur atë në mënyrën më të keqe të mundshme. 4 muaj më parë ne ndërtuam dhe shfaqëm në emisionin tonë të parë në televizionin Top Channel, patëm emisionin Armo, një krim i përbashkët. Fjala është për naftën, për një nga pasuritë, ndoshta pasurinë më të rëndësishme që ne kemi. Në këto 30 vjetë kjo pasuri është rëmbyer dhe zhvatur nga të gjithë. 4 muaj më pas ne i rikthehemi në epilog të këtij sezoni, në përmbyllje të këtij sezoni, në emisionin e fundit të këtij sezoni, ne i rikthehemi të njëjtit problem. Ati që ne shfaqëm ditën e parë kur erdhëm në këtë televizion. Çfarë ka ndodhur? Asgjë e re nga fronti i naftës. Përkundër gjërat përkeqësuara, grabitje dhe e njëjta gjendje që është lexuar dhe është parë në këto 30 vjet. Të gjithë korruptuar. Është titulli i raportit filmik që ne kemi përgatitur për mbrëmjen e sotme. Përpara se ta ndiqni atë, unë ju prezantoj me ftohtë e mi Gjergj Bojaxhi, i zëvendësministri i energjisë në vitet 2005-2007. Bojaxhi, faleminderit, ju kam thirrur enkas, nga që ju jeni nga njohusit më të rëndësishëm të këtij problemi, të cilët ne do të ridiskutojmë sot, dhe keni qenë i pranishëm dhe në emisionin e parë. Zoti Gjergj Buxhuku, kreu i Konfindustrias, është për të parë në studion time. Zoti Buxhuku, faleminderit që keni ardhur sot. Është kënaqësi edhe për mua. Andi Bushati, Lapsi Pikal dhe Klodian Tomori, gazetar ekonomie në Top Channel. Faleminderit dhe Klodian. Kënaqësi. Sepse zoti Bushati nuk më lejon të them faleminderit. Të ndjekim raportin filmik dhe të rikthehemi menjëherë. Më falni, në studio numër 2 unë kam thirrur për t'i marrë disa perceptime dhe ndoshta në një mbresë, Fatmir Shehu, i zëvendësministri i energjetikës në kohën e Enver Hoxhës, ku pasurinë e madhe të naftës ne i kishim nën tokë dhe ndoshta nuk merrej, nuk përdorin njerëzit, po e kishim aty, e ruanim. Zoti Shehu, faleminderit që jeni me mua mbrëmjen e sotme. Ju falenderoj dhe unë për ftesën. Të ndjekim raportin filmik dhe të kthehemi menjëherë në studio. Këtu, jemi në Cakran, një fshat me rreth 12.000 banor, i pozicionuar në qarkun e Fierit. Është një zonë e varfër, ku më së shumti kanë mbetur pensionist dhe të papunë. Por, nën toka e Cakranit, së bashku me fshatin kufitar Mollaj, përmbajnë mbi 190 milion fuqi artëzi, ose siç njihet ndryshe, naftë. Dhe ky është Gorishti,
një fshat në lindje të Vlorës me rreth 3700 banor, ku më tepër është e zhvilluar blegtoria dhe bujqësia. Gorishti, së bashku me fshatin kufitar Kocull, lundrojnë mbi një fushë e cila mban plot 256 milion fuqi naftë. Ndërsa këtu, ndodhemi në Amonic, një tjetër zonë rurale në juglindje të Vlorës. Këtu, banorët numërojnë me gishta, ndonse nën toka mban rreth 20 milion fuqi naftë. Të tre këto zona janë pjesë e vargut të Perlave, një seri fushash produktive të naftës, përgjatë vijës veri perëndim juglindje të shtyllës kurrizore të Shqipërisë. Përgjatë 15 viteve të fundit, këto tre vendburime të rëndësishme janë shfrytzuar barbarisht, pas një kriter. Janë vendosur si kolateral në përbanga nga kompani që janë zhdukur, duke lënë gjithashtu një mal me detyrime ndaj shtetit shqiptar. Sot, këto tre vendburime rrezikojnë të shfrytëzohen sërish pas një kontroll, për shkak të një koncensioni të dhënë në fshehtësi pak javë më parë nga Alpetrol. E gjithë saga nis në fillim të muajit shkurt 2018, kur Ministria e Energjisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Alpetrol shpall nisjen e procedurave për dhënien me koncesion të vendburimeve të naftës Cakran Mollaj, Gorish Kocull dhe Amonic. Afati fundit për subjektet e interesuara ishte 31 marsi 2018. Por, ky koncesion duket se kishte të paracaktuar fituesin. Nëse i hedhim një sy këtij artikulli, që mban datën 1 nëntor 2017, shihet që një kompani e quajtur Transoil Group ka në plan për të marrë vendburimet e Amonicës, Gorisht Kocull dhe Cakran Mollaj. Çuditërisht, kjo kompani, pra Transoil Group, është pallur fituese për këto vendburime në datë 31 mars 2018. Por, ky koncesion është përfshirë në një spirale të madhe që mund të fundos shtetin shqiptar në gjykatat e arbitrazhit. Rreth një vit më parë, Ministri i Energjisë, Damian Gjiknuri, së bashku me drejtorin e Alpetrol, hap garën për këto tre vendburime të naftës. Në garë ishin disa kompani, mes tyre Eurimex Commerce dhe Transoil Group. Kjo e fundit kishte ofertën më të vogël. Në 27 korrik 2017, Gjiknuri autorizon Alpetrol që të lidhë marrëveshjen hidrokarbure me kompanin fituese Eurimex, në pronësi të biznesmenit rus Robert Novikovski. Pak muaj më vonë, disa dokumente që rrodhën në media zbuluan se Eurimex ishte kompani partnere me Gazpromin rus, ku shefi i saj, Alexei Miller, një mik i presidentit Putin, rezulton në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara. Për shkak të këtyre lidhjeve, por edhe presionit perëndimor, qeveria shqiptare detyrohet të anullojë koncesionin në datë 5 shkurt. Një ditë më pas, në mënyrë të paprecedent, pa kaluar as 16 orë, Ministria e Energjisë dhe Alpetrol hapin garën sërish për këto tre vendburime. Eurimex nuk u toroq dhe sot ka paditur Shqipërinë në arbitrazh. Kompania jon Eurimex ka marrë pjesë në një tender për fushat Cakran Mollaj dhe Gorisht Kocull në maj të 2017 dhe u shpallën fitues. Më pas negociuam, nënshkruam dhe ekzekutuam termat dhe kushtet e marrëveshjes me Alpetrol. Një marrëveshje detyruese që na dha të drejtën ekskluzive për të negociuar një marrëveshje nafte. Por papritmas, para se të fillonin negociatat, Alpetrol në bazë të udhëzimeve të ministrisë i anuloi ato më 5 shkurt 2018 me argumentin e ristrukturimit të Alpetrol dhe të nesërmen filloi një procedurë e re tenderimi për të njëjtat fusha. Përpara Eurimex, ishte një tjetër kompani e quajtur Transatlantik, e cila kishte në përdorim dy vendburimet, Gorisht Kocull dhe Cakran Mollaj. Kjo kompani e fundosi Alpetrol duke i krijuar një detyrim prej 20 milion dollarësh. Për pasoj, Alpetrol rimori nën kontroll këto dy vendburime. Kjo nuk u pranua nga Transatlantik dhe kështu nisi një tjetër gjyq në arbitrazh ndaj shtetit shqiptar. Pra sot, mes dy gjyqeve në arbitrazh, Alpetrol dhe Ministria e Industrisë kanë shpallur fituese një tjetër kompani, Transoil Group. Por, kjo është vetëm maja e icebergut.
Këshilltarët tanë ligjor janë të qartë se duke ndërprerë negociatat, Alpetrol ka shkelur qartë drejtat tona. Një sjellje e tillë është e paimagjinueshme në Bashkimin Evropian, të cilit Shqipëria po përpiqet i bashkohet. Gjithashtu, autoritetet austriake, ambasadori dhe përfaqësuesi i tregtisë Austrisë në Shqipëri janë habitur nga veprimet e Alpetrol. Ne u këshilluam nga përfaqësuesit tanë ligjor të ndërmarrin veprime ligjore dhe ne e ndoqëm këtë çështje në gjykatat shqiptare dhe në prokurori, dhe kemi ndërmarr masa edhe në gjykatat ndërkombëtare. Kjo që shihni këtu është një notë verbale e shkruar nga Shefqet Dizdari, administratori Transoil Group, si dhe njerësh, pronari disa pikave exchange në Tiranë. Letra i është dërguar zëvendës drejtorit ekzekutiv të Gazpromit rus, Vladislav Barishnikov. Mes rreshtave të kësaj letre, shkruhet se administratori Transoil Group ishte i kënaqur nga takimi që kishte zhvilluar në Shën Pietersburg me zëvendës drejtorin e Gazpromit, ndërsa kishin diskutuar për bashkëpunimin mes njëri tjetrit. Transoil Group nuk e ka fshehur kur interesin dhe qëllimin për të krijuar një marrëdhënie biznesit hapur, të qëndrueshme dhe transparente me Gazprom ose bashkëpunëtorët tuaj, si Naftna Industria Serbie në Novi Sad, me të cilën ne kemi nënshkruar një marrëveshje. Me respekt, Shefqet Dizdari. Nëse do të zbatojë njëjti standard, atëherë qeveria shqiptare duhet të ndërpriste marrëveshjen me Transoil Group për lidhjet me Gazpromin rus, njësoj siç bëri me Yurimex Commerce. Mendimi ynë është se ngjarjet lidhur me këtë tender ja vlen të hetohen më thellë për të hedhur dritë mbi çfarë ka ndodhur. Për sa kohë nuk kemi informacione mbi operacionet e licencëmbajtësve të tjerë, nuk mund të komentojmë dot mbi çështjet e tyre. Por unë mund t'ju them se sipas vlerësimeve tona, ne do t'i paguanim qeverisë shqiptare $50 milion në përqindje prodhimi dhe $80 milion në tatim mbi fitimin gjatë kohës zgjatjes së licencës. Përveç lidhjeve të errta me rusët, koncencioni fituar nga Transoil Group për 3 vendburimet e naftës, Gorisht Kocul, Cakran Mollaj dhe Amonic, ka një sër shkeljesh procedurale, financiare e deri te konflikti i interesit. Transoil Group, e cila në Shqipëri është e përfaqësuar edhe me kompaninë Visoka Oil Corporation, rezulton të jetë debitore ndaj Alpetrol me rreth 7.000 ton naftë, e barazvlefshme me $2.5 milion, si dhe detyrime të prapambetura në vlerën e $700.000. Transoil Group e ka krijuar këtë borxh nëpërmjet vendburimit të naftës në Visok, në afërsi të Ballshit, të cilën e shfrytëzon që prej shkurtit 2012. Ky borxh ndaj Alpetrol automatikisht duhet ta skualifikonte këtë kompani, e jo më ta shpallte fituese. Sërish kompania shtetërore Alpetrol ka vepruar me 2 standarde. Shoqërisë Phoenix i hoqi vendburimin e naftës në Amonic, sepse krijoi një borxh prej 1.500 ton naftë, e barazvlefshme me $100.000, pra 32 herë më pak se kompania Transoil Group, e cila vijon të ketë vendburimin e Visokës, por mbi të gjitha ka përfituar dhe 3 vendburime të reja. Kjo përveç se është paradoksale, krijon një precedent të rrezikshëm në pasigurinë e marrëveshjes hidrokarbure mes shoqërive të huaja dhe shtetit shqiptar. Pak kohë më parë, ish drejtori i AKBN-s, Viktor Tushaj, vuri në dienie prorin e tij, ministrin Gjiknuri, për problemet që kompania Transoil Group po i sillte buxhetit të shtetit nëpërmjet shfrytëzimit të vendburimit në Visok. Ndërsa së fundmi, në shkurt 2018, AKBN i tërhoqi sërish vëmendjen Transoil Group që të respektoj marrëveshjen për vendburimin e Visokës, ose në të kundërt, do t'i revokojë licenca. Një tjetër kriter i shkelur nga kompania Transoil Group është pagesa ndaj Alpetrol për të blerë paketën e të dhënave. Një kriter ky vendosur përpara se të zhvillohej gara koncesionare. Por, sipas një transaksioni bankar të siguruar nga të paekspozuarit, Transoil Group e ka kryer këtë pagesë në datë 4 prill 2018, pra 5 ditë pas ishte shpallur fitues. Me gjas, fatura është futur brenda në dosje nga zyrtarët e Alpetrol, pasi në datë 30 mars 2018, Transoil Group i kishte dorëzuar të gjitha dokumentat, përveç pagesës.
Abuzimet dhe shkeljet zjerohen edhe mëtej, ku shoqëria Transoil Group mplekset në konflikt interesi për pjesëmarrje në këtë garë. TPZ.al publikoi në datë 1 prill 2018 se vëllai i administratorit të Alpetrol, zoti Kastriot Bejtaj, është drejtor në shoqërinë Transoil Group, i cili quhet Edmond Bejtaj. Menjëherë pas këtij lajmi, Transoil Group njofton shkarkimin e zotit Edmond Bejtaj me detyrë drejtor teknik i operacioneve hidrokarbure në vendburimin e Visokës. Por ky akt nuk ka asnjë vlerë, në një kohë kur Transoil Group kishte fituar që në 31 mars 2018 koncesionin, bashkë me vllain e drejtorit Alpetrol si të punësuar. Mes gjithë këtyre shkeljeve, paqartësive, hije skandali, sot Ministri i Industrisë Damian Gjiknuri dhe Alpetrol kanë ngritur grupin negociator për të lidhur marrëveshjen hidrokarbure me Transoil Group. 3 vendburimet e naftës Gorisht Kocul, Cakran Mollaj dhe Amonic janë destinuar të shfrytëzohen nga një kompani që i kanë shtetit mbi 3.2 milion euro borxhe, kanë lidhje me rusët e Gazpromit, kanë kryer një sër shkeljesh në tenderim dhe mbi të gjitha është përqendruar në një grusht të vogël njerëzish të veshur me pushtet. Ky pra ishte raporti filmik që ne kishim përgatitur për emisionin e mbrëmjes sotme. Për të qenë fair në këtë emision, gazetarët e emisionit të paekspozuarit ju drejtuan edhe administratorit të Transoil Group, por ai refuzoi të fliste sepse duhet të komunikonte me kompaninë dhe duhet merrte leje prej saj, tjera probleme të kësaj natyre që nënkuptojnë që ndoshta ai s'ka dashur të flasë. Megjithatë, duke filluar nga ky moment deri në fund të këtij emisioni dhe më pas, Transoil Group, administratori, njerëz të tjerë të kësaj kompanie mund të komunikojnë, mund të hyjnë në linjë, mund të hyjnë në lidhje, regjia të lutem edhe numrin e telefonit, mund të hyjnë në lidhje me emisionin tonë. Zoti Bojarxhi, ju jeni një ekspert i fushës naftës, keni qenë zëvendës ministri i energjetikës. Tani kemi 3 vendburime kryesore të naftës, siç e pam në raportin filmik, Cakran, Gorisht dhe Amonic, që kanë mbi 460 milion fuqi naftë rezervë. Janë shfrytzuar një pjesë e tyre pas një kriter dhe i kanë lënë shtetin me borxhe. Siç e ndoqim aty. Mundet të ketë dhe borxhe të tjera, zoti Tomori, që ne kaq mundëm të kemi në emisionin tonë. Ndërkohë sot këto 3 puse të rëndësishme me këtë pasuri kaq të madhe i ka në administrim një kompani e cila rezulton të jetë offshore. Në emisionin tim në këto 4 vjet, unë që nga bankersi, i regjistruar si offshore, e më pas të gjitha gjërat, të gjitha momentet janë kompani Guask, kompani offshore, regjistruar në një vend të offshore, në një Guask, offshore, Guask. Pra, kjo ndodh vetëm për probleme kaq të mëdha, për pasuri kaq të mëdha. A po përfundoj në pasurit tona në duar të gabuar dhe ç'është duke ndodhur? A dini ndonjë gjë konkrete? Ju dhe pastaj Klodiani për fokusimin që kemi dhe më pas për tjerat. Unë do të thoja që pa dyshim që pasurit e këtij vendi po përfundojnë duart e gabuara për shkakun e thjesht që neve një qytetarit thjesht që kërkon një letër apo qoftë një leje ndërtimi për të bërë një shtëpi, i kërkojmë që nëse nuk ka paguar faturën e dritave, nuk do marrë lejen e shtëpisë. Një kompani shqiptare për të fundur në një tender për të shitur shtetit karburante për makinat e ministrive, në qoftë se ka marrë qoftë edhe një gjop nga inspektorati i cilësisë, për 2 vjet nuk ka drejt futet në këto procedura. Dhe nga ana tjetër, vendburime dhe pasuri natyrore, që janë me miliona fuqi, ne ja kalojmë kompanive të cilat ne as nuk i dim kush janë pronar dhe çfarë ka nga mbrapa tyre. Përveç kësaj, fakti që neve si shtet anullojmë një procedurë vjet me një ofertë të lartë dhe e japim këtë vit të njëjtat vendburime, një kompani tjetër me një ofertë të ulët, gjithashtu dhe kjo tregon qartë që
vendburimet tona nuk janë duke u përdorur për të përfituar maksimalisht shoqëria dhe qytetarët shqiptar, po përdoren për të bërë pazare dhe prapaskene nga mbrapa. Konkretisht atëre, ju e patë raportin filmik. Kini njëri për këtë? Për këto 3 vendburime dhe kush është duke i shfrytzuar dhe çfarë dini ju? Po këto kanë qenë vendburime që i kanë pas kompanit tjera, si që e thatë edhe ju, këto kompanit tani janë tashmë në arbitrazh me shtetin shqiptar. Fakti që shteti e rinxori këto vendburime përsëri në ankand dhe ka ndodhur kjo procedurë që lë shumë vend, jo është lë shumë vend, ka shumë, si thua, shkelje për mua dhe si thua standarde të dyfishta në mënyrën se si është bërë, tregon që këtu kemi, si thua, nëse çdo qëllimesh që ketë pas shteti dhe ministria, qartazi janë kryer në mënyrë duke shkelur rregulla dhe procedura. Unë nuk i njoh këto kompani në mënyrë individuale, kështu që s'kam çfarë të them, por fakti që nga do që ne vërtitemi dalin që janë kompanit lidhura me rusët, fakti që ne edhe politikisht bëjmë lojra dhe partitë kryesore akuzojnë njëra tjetrën për përfshirje me rusët, po na dalin rusët tani Rusët po dalin dhe të përfshirë me të gjitha partitë kryesore. Në kohë që kërkohet Lulbasha, rusët që kanë shumë të zotë, edhe për të marrë naftën tonë, edhe për të na bërë lekët, edhe për të na transferuar lekët në Amerikë, domethënë që kanë goxha të aftë për të shërbyer. Por në këtë mes, ne qartazi kemi shkelje ligjore dhe shkelje të standardeve me cilat shteti shqiptar zbaton ankandet dhe procedurat e tenderimeve në sektorët e tjerë. Okej. Klodian, çfarë ju dini, e ndoqët raportin filmik, çfarë dini më tepër rreth? Duket që është një aferë apo jo? Është e qartë sepse që jemi përballë një skenari që vazhdon për gati 20 vitesh në Shqipëri, ku pasuritë natyrore të vendit shfrytëzohen nga kompani shpesh të fshehura në shpellat fiskale, pra nga vendet që nga parajsat fiskale, dhe vinë këtu, marrin pasuritë kombëtare, i shfrytëzojnë ato, krijojnë borxhe ndaj shtetit shqiptar dhe largohen dhe më pas skema vazhdon të riciklohet. Kjo gjë ka ndodhur edhe me vendburimin e Gorisht Koculit, ka qenë ju dham fillimisht në vitin 2007 kompanisë Trimoil, ajo më pas i transferoi te Transatlantic, ku krijuan 20 milion dollar detyrime ndaj shtetit shqiptar që nuk u paguan, iku Transatlantic, i pati një tentativë për ta shitur te një kompani tjetër që ishte edhe ajo një kompani guac, GBC Oil. Kjo shitje u ndalua, i mori Alpetroli në pronësi të vet sërish dhe tashti kemi 2 tendera të cilët janë të dy të veshur me dyshime shumë të mëdha. Të veshur me dyshime të mëdha sepse ka parregullsi në dokumenta, pra bëhet pagesa për paketën e të dhënave të tenderit, që është një kriter në tender. 4 ditë mbasi është zhvilluar tenderi, që do të thotë që këtu ka pas diçka që nuk shkon. Dhe jemi përballë një rasti që mund të tregon edhe për konflikt interesi. Për shkak të drejtorit të Alpetrolit tonë dhe vllai vetë është njeriu që i ka marrë. Okej, tani përpara se të kaloj te Buxhuku, i cili e njeh mirë edhe këtë problem. Zoti Bushati, ju ndoqët raportin filmik. Tani, ose ne kemi një qeverisi ose shtet që nuk kupton fare, ose është duke bërë ky shtet këtë gjë. Se është shumë e dukshme, janë gjëra të cilat të qarta, shteti është aty, ai bën letrat, ai kryen punët. Ky është i paaftë, ky shteti hyn në fare, apo i bën shteti këto? Shumë e çuditshme, nuk ngjasin kaq hapur në vendet e tjera të besoj të botës kjo gjë. Nuk mund, si mendoni ju? E pat. Është një miks midis të dyave, midis edhe paditurisë tonë ju. Po, paaftësisë, paditurisë edhe makutrisë. Bashkimi i tyre sjell histori të tilla. Nuk mendoni që është kjo e dyta? Jo, atë mund ta mendoni ju, unë mendoj që është një miksim. Dhe kaq të paaftë është shumë e vështirë ta mendosh. E Buxhuk? Shiko, kjo që tha Bushati është më e rëndë se sa secila e tyre të marrë veç e veç. Domethënë kur bashkohet papërgjegjshmëria
me paditurin, atëre bëhet një bombë atomike që praktikisht tregojnë që shteti o nuk ekziston, ose është i dorëzuar pa kushte. Dhe praktikisht, nëse duhet të vlerësosh me shumë keqardhje faktin se pse shqiptarët na akuzojnë të huajt që nuk bëjmë dot shtet, treguesi më i qartë është ajo çka ka ndodhur në sektorin e naftës. Mos harrojmë që Shqipëria është... Që do dalim të pjesa tjetër në përgjithësime. Jemi të rasti konkret, po ne duhet të ndalojmë. Po pikërisht pra. Shiko, Shqipëria është i vetmi vend, ose vendi më i pasur me naftë në tokë, në Europë. Onshore, që thonë ata. Pastaj vjen në Rumania, Rusia. Përveç Rusisë, kuptohet. Jo, Shqipëria është në pasurinë e naftës në tokë, ne jemi në vend parë. Praktikisht, dhe fatkeqësisht, po ndodh që kjo pasuri e madhe po kthehet në një mallkim. Pra jo vetëm kjo pasuri nuk vihet në shërbim të mirëqenies së shqiptarëve, po praktikisht me të gjitha këto politika në radhë parë dhe edhe rrjedhoja praktikisht kthehen nga ngarkesa. Unë shpesh i ndjek këto dhe i dëgjoj nga politikanët që i bëjnë jo vetëm në studion time, por në studiet e tjera veçanërisht japin përfundime dhe konkluzionet të kësaj natyre. Unë dua prej jush, ju jeni kryetar i një NGO-e të rëndësishme, përfaqësimi të rëndësishëm të Konfindustrisë. Rastin konkret, çfarë? A keni parë? Çfarë është kjo? A mund t'ju thoni njerëzve? A mund t'ju deklaroni njerëzve? Çfarë është kjo që ju pat aty? Dhe çfarë dini ju për këtë? Shika. Publicitet dhe rikthehemi për të marrë përgjigjen tuaj. Jemi rikthyer, të jemi dhe më konkret. Raporti filmik që ne ndoqëm, ishte një raport shumë konkret, me emra, njerëzish, që lëviznin, me puset konkrete, zoti Bojaxhi që janë marrë aty, e tjera. Pra, është fituar, tha Klodiani, edhe në konflikt interesi. Ne botuam, kompania komunon dhe Edmond Bejtaj, vllai i drejtorit të Petrolit, zotit Kasiot Bejtaj. Do me thëna, është edhe në konflikt interesi, kompania. Jam shumë dakord që është në konflikt interesi dhe përgjigja që ka dhënë ministria... Edhe kanë largu nga puna. Po, përgjigja që ka dhënë ministria që zoti Bejtja vetë, në drejtori i Petrolit, nuk ka qenë pjesë e komisionit, nuk është një përgjigje e ndershme, nuk tregon të vërtetën, sepse nuk ka rëndësi që zoti Bejtja vetë drejt për drejt ishte antar i komisionit të përzgjedhjes së fituesit. Mjafton që shumë nga antarët e komisionit janë njerëz në varësi të drejtorit të Petrolit, që është zoti Bejtja. Kështu që konflikti interese tu është i qartë, i thjeshtë, i dukshëm dhe përgjigje që ka dhënë ministria në lidhje me shkresën që i ka dërguar Birnin mos gaboj, në lidhje me këtë shqetësim, është një përgjigje evazive dhe përpiqet të mbulojë të vërtetën. Po, Klodian, në këto tre vendburime, pra në Sakran, në Goriç dhe Amonicë, janë sot në gjendje të tre janë në gjendje të amortizuar. Po. Por kjo është si një lopë, do me thënë që është lënë pa ushqim, pa të themi fare thjesht të qytetarëve, dhe është rëmbyer, është miele gjitha, gjithë kohën, gjithë këto vite, dhe gjithë shka është amortizuar. Tani këto kompani me emra kaq të mëdha, kompani të huaja, me emra të mëdha, dhe Gazpromi flitet. Dakor me Gazpromi. Gazpromi ka para dhe vjen të bëjmë gjë në Shqipëri. Po ku është? Se ati kritikon vetëm hekurat të ndryshkur dhe gjëra që merren nga toka. Çfarë është kjo? Shiko, unë e thash edhe më përpara, është e njëjta skem që vazhdon përsëritet me pasuritë publike. Ato kompani që i marrin këto vendburime nuk respektojnë detyrimet e kontratave koncesionare. Pra që nga viti 2007, kur këto tre vendburime ju dhanë për herë të parë kompanisë Stream Oil, nuk është respektuar plani i investimeve, u largua Stream Oil, erdhi Transatlantiku nuk zbatoj planin e investimeve, pra ato marrin vetëm përfitimet e leta, naftën që mund ziret let pa kryer investime, pa bërë shpenzime. Marrin ca fitimet leta, nuk paguajnë taksat në shtet, largohen dhe i lënë në gjendje të amortizuar. Ky është skenari që është thuaj përsëritur me shumicën dërmuese të pasurive natyrore të Shqipërisë. Dhe ky skenar vazhdon përsëritet
prej shumë kohësh. Pavarësisht se mbas këtyre kompanive duket sikur ka emra të mëdhenj, faktikisht ato emrat e mëdhenj janë thjesht për koperturat, sepse ajo që është zbuluar dhe që është vërtetuar, ndodh që janë biznesmen vendas të lidhura, shpesh të lidhur me pushtetin, të cilët i shfrytëzojnë ato, krijojnë detyrime në shtet dhe largohen pa paguar asgjë. Bushu Gyeni thash ta përsëritë një herë kryetarin i Konfindustrisë në dinin tuaj. Klodiani theksoi që ato janë si guaska ose si një përpjekje për të manipuluar me emra të huaj, me kompanitë mëdha të huaja, por a dinin tuaj janë afruar në këto vite për këtë faktin që ne kemi vërtet vendburime të rëndësishme. Jemi njerëz të pasur me naftë. Cilat kompani serioze janë afruar këtu? Atëherë në dijenin time, pjesëmarrës direkt në tenderat të hapur, kompani serioze të huaja nuk kanë ardhur. Pse? Nuk janë paraqitur. Kompani serioze. Dhe ka dhe një gjë, shumica e kompanive, për mos thënë të gjitha, që marrin koncesione pasuritë të rëndësishme publike, krijohen pak ditë përpara se të bëhet tenderi i koncesionit. Që do të thotë mbi nga iqi, krijohen dhe vim marrin pasuritë më të rëndësishme kombëtare. Kjo ka ndodhur. Dhe me fakte konkrete, në një moment kur u bë dhënia tenderi i famshëm për dhënien e Alpetrolit, përpara disa viteve, ishte një kompani serioze, shumë e madhe, e cila 4 ditë përpara se sa tenderi të hapej, në një raport, në një kontakt i pati personalisht me mua, tha që nuk futem në tender, se tenderi është i pare gjykuar, tha, dhe u të roqë. Ishte kompani me adres, me status edhe me profil shumë fuqishëm. Faktikisht, qa më bie në sy në të gjithë këtë histori që ju treguat. E para të gjitha kompanit, nga fillimit e kifundi, janë kompani guack, pra nuk i dije se kush është aksionari i vërtet. E dyta është fakti që kjo i vë një pikpyetje a edhe më të madhe, edhe politik e bën, edhe strategjike, geostrategjike e bën, fakti që këtu ka prani të kompanive ruse në lojë, dhe së treti të gjitha këto kompani janë me detyrime në shtetit shqiptar. Pa përjashtim. Dhe e katërta është ajo që dhe ju e thatë pak, aty investime serioze ne nuk shohim. Që në faktin, që në imazhin e parë që ta jepin ato të ndryshkurat me metalet të neqet e ndryshkura dhe me atë impakt mjedisor që është për të ardhur keq, faktikisht tregon që janë kompani të cilat praktikisht janë kompani kanë ardhur me piksionim të qartë, të shfrytëzojnë atë çka mund të shfrytëzohet me investime sa më të pakta e mundshme, mundësisht të kenë detyrime prej 10 milionësh në shtetit shqiptar dhe të ikin. Dhe e fundit është fakti që përse vazhdon e njëjta histori që ka filluar prej 20 vitesh, vazhdon ende edhe këto ditë. Kjo është ajo që mund të na bjerë në sy. Unë do doja vetëm të shtoja diçka, për të pyetjen që a vinë kompani serioze në Shqipëri. Pikërisht për shkak të këtyre praktikave që ne sapo pam, për shkak të mënyrës se si bëhen këto procedura në kandi, kjo është përgjigja që pse kompani serioze nuk vinë në Shqipëri. Domethënë, ky shtet, kjo klasë politike, ka ndërtuar ambientin që vetëm këto dhe kompanish pa identitet që krijohen sot dhe vinë nesër për të marrë një vendburim nafte, vetëm këto mund vinë në Shqipëri. Kompani serioze, kompani të cilat duan transparencë, duan rregulla të qarta, nuk janë të interesuar për të ardhur për të punuar në Shqipëri. Tani, me që e more fjalën, a dini ju të më spjegoni edhe për shikusin e thjeshtë, që janë këto kompanit guask, më lënë njëra tjetërën? Që është ky proces? A mund të spjegoni njerëzve? Tani në botën... Se thamë që kompanit më dhanë nuk vinë, nuk paraqitem. Mbrohen këtu tani, deri me edhe me Gazpromin, tani nuk lejohet në Shqipëri, ka zhvendim politik që me Gazpromin të mos... Dhe prap këta mbrohen dhe me Gazpromin, se në një perëndimor nuk po ju vjen që të mbrohen me në një emër. Mbrohen me Gazpromin, okej. Por tani, çfarë është kjo? Mund ta bëni një shpjegim thjesht, që ta kuptojnë njerëzit. Çfarë është kjo? Unë do ta shpjegoj punën e kompanive offshore, ai sa e di unë, po një vendim politik për të ardhur dhe për Gazpromin nuk do të thotë që nuk ka shkelje ligjore qoftë edhe për ta përjashtuar Gazpromin. Kështu që nëse nuk e bën diçka në ligj, nuk e ligjëron, çdo
përpjekje që ti bën për të gjasme për interes kombëtar, do jetë në shkelet ligjit përsëri. Dhe prapë do përfundojmë në të njëjtën gjë. Kështu që mos e marrë të mirë qenë, sigur është okej ajo që këta gjasme kanë marrë vendin politik. Në botën perëndimore, ndërtimi, krijimi i kompanive offshore bëhet më shumë për çështje taksash. Në mënyrë që një individet që kanë lekët mos paguajnë taksa në Gjermani, në Amerikë apo tjera. Problemi në Shqipëri, dhe ky është një problem dhe për vendet perëndimore. Çështja është që në Shqipëri ky kthehet një problem të dyfish, sepse përveç kësaj, neve në këtë vend kemi problemin e transparencës që kush merr pasuritë tona dhe kush po punon në Shqipëri dhe kush po investon. Ne jemi një vend që kemi tashmë problem me krimin, probleme me lekët e pista dhe në kontekstin ton, përdorimi i offshore-ve për kompanitë të cilat marrin vendburime dhe pasuri kombëtare bëhet problematike dyfisht. Dhe si dhe në këtë rast, neve kemi njerëz të cilët dalin se tuash nuk kanë asnjë, se tuash një pasurit më parë të krijuar, se tuash një identitet ku ne të kemi parë se si gradualisht kanë ndërtuar një pasuri dhe është legjitime, dhe një ditë bukur këta njerëz bëhen pronar të aseteve të këtij vendi. Kjo për ne përbën një shqetësim që është përtej pagesës taksave. Kjo tregon që ne nuk e dim kush po i merr asetet e këtij vendi. Dhe me që janë asete strategjike, neve si vend duhet minimumi për asetet strategjike të kemi një qartësi kush po bëhet pronar i këtij vendi ose kush po bëhet bashkëpronar i këtij vendi me ne. Dhe ky është problemi themeltar që unë mendoj që ka me offshore-ët në këtë kontekst. Unë do shtoja një diçka të vogël për këtë që tha Gjergji. E para njerë nuk tuhet termi offshore, se ato mund të ketë kompani guack, mund të jenë dhe të ndërtuara edhe në kontinente. Më thënë, offshore quhet sigurisht vetëm në ishuj, e në këto Banker si në ishuj. Po pra, ka dhe shumë që nuk janë ishuj në kontinente, po janë përsëri kompani guack. Pra, kompani guack, ku ti nuk e di se kush është pronari vërtet. Pra, kompani guac do thot nuk e di kush pronari. Kush është pronari vërtet. Dhe kjo pastaj, në rastin e Shqipërisë e kthen shumë shqetësuese, është ajo që tha Gjergji, sepse ti, në ndryshim nga vendet e zhvilluara perëndimore, të cilat praktikisht e gjitha këto vendet ku janë këto regjistrojnë të kompanitë guack, janë vendet të cilat i përkasin vendeve më të zhvilluara të botës. SBA dhe Angli, Britania e Madhe. Këto janë vendet të... Nuk do thotë që nuk fshe Londra, fshe kapitalet më të rëndësishme të diktatorëve të pista. Por çfarë ndodh? Në ndryshim nga ne, ato kanë administrata publike, kanë qeveri, kanë ekzekutiv, kanë agjensi ekzekutive shumë të forta. Dhe ato në themel e dinë se kush fshihet pas tyre. I kanë kompjuterat e tyre. I bëjnë me qëllim që të nxisin investimet në vendet e tyre, pra t'i vënë qarkullim këto sasiera parash, të cilat mund vinë nga burime nga më të ndryshmet. Në ndryshim nga këto, ne praktikisht kemi institucione shtetërore jo ekzistente në praktik. I kemi në teori, po jo në praktik. Dhe në themel, ne nuk e dim në të vërtet, ato janë para të kompanive të ndershme, të cilat i ndërtojnë për qëllime të fshehjes së taksat në vendin e tyre dhe dakord, po e pranojmë që të vinë në Shqipëri, janë para të transferuara nga Shqipëria, para të zeza nga Shqipëria që janë transferuar jashtë, janë para të krimit, janë para të agjenturave të ndryshme të cilat kanë dhe interesa geostrategjike të kundërta me interesat e Shqipërisë, pra nuk dim asgjë. Pra logjika është kjo, që përse vazhdohet që për pasuritë, për sektorët strategjik të Shqipërisë, se nuk është vetëm nafta, janë dhe financat për shumë, është edhe bankat që janë në lojë, po që prekin interesa të drejt për drejta dhe shumë të forta të fateve të vendit në afatgjat, pse vazhdohet që t'u jepet e drejta që të punojnë në vendin tonë, në kushtet kur ne jemi të paaft për t'i kontrolluar. Pse thoni jo? Pse? Kjo është një pyetje retorike. Jo. Kjo është pyetje retorike. Jo, ju po thoni pse u jepet e drejta, atëherë ju jeni një njeri që keni ndërtuar një institucion shumë të rëndësishëm në mbrojtje të kapitaleve legale dhe të biznesit legal në të vend. Atëherë ju ku keni një përfundim? Po s'keni arritur ju një përfundim? Atëherë me lejo që ta jap përfundim. Jeve. Me dhimbje shumë të madhe, fakti është që prania e të gjithë këtyre kompanive guac këtu, në themel ka dëmtuar interesat e shtetit shqiptar, të biznesit ndershëm shqiptar dhe të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo është një pikpyetje shumë e madhe që të gjitha qeverit
të cilat kanë lejuar, dhe nuk është vetëm qeveria e fundit, janë të gjitha qeveritë që kanë bërë të mundur këtë praninë e këtyre kompanive Guack në sektor strategjik. Është një pikpyetje shumë e madhe që këto qeveri në rastin më të pakët janë të paafta dhe të korruptuara, në rastin maksimal mund të jenë paafta, të korruptuara dhe mund të kenë interesat të cilat janë kundërshtim me interesat e shtetit shqiptar. Këtë këngë Buzhuku në dëgjoj këtu, në dëgjoj në gjithë median shqiptare, njëra palë që akuzon tjetërën. Opozita vjen dhe thotë ju të korruptuar gjitha këta. Tani, ju jeni një funksionar i rëndësishëm, përfaqësoni një agjenci, dhe keni ngritur atë për të mbrojtur biznesin. Se këtu janë problemet. Ne kemi probleme të vetë organizimi, të vetë vetja. Ne kemi probleme, mund të jetë një qeveri shumë e korruptuar, po askush nuk i del për para. Mund të jetë një shtet i mbaruar në gramat e fundit, por askush nuk i del për para. Ti përfaqëson një institucion të rëndësishëm. Pra kërkesën zyrtare ne kemi bërë shtetit shqiptar, me kohë, edhe më mirë përsëritur, që në sektorët strategjik të mos lidhen më kontrata me kompanitë Guacka. Një. Dhe e dyta, për të gjitha kontratat e lidhur deri tani në sektorët strategjik, shteti shqiptar të marrë nismën për të detyruar ato që të tregojnë kush janë aksionerët. Përgjigjja është zero. Përgjigjja është zero. Nuk ka përgjigje. Po se s'kan shtonë. Po pra. Më shumë se kaj çfarë do të bësh? Jo, nuk ndoshta, jo, më shumë se ka çfarë të bësh. Ose ikën nga këtu, ose ikën nga këtu fare. Edhe për më shumë, që ta dish edhe këtë, është rasti i parë kur publikisht flitet për faktin që përse qeveritë shqiptare vazhdojnë praktikën e dhënies pasurive të Shqipërisë, të shqiptarëve, kompanive të cilat nuk kanë aksioner të shfaqur publikisht. Dhe pastaj ne merremi me këto pasoja që ju numëruat. Ato janë të gjitha pasoja. Ato janë pasoja, Ylli. Nuk është shkaku është ky që po diskutojmë tani. Ti nesër do numërosh edhe 100 pasoja tjera, po të fillosh me radhë. Okej. Tani, i regjemi një mund të lutem me ish-zëvendësministrin në kohën e diktaturës, zotin Shehu. Zoti Shehu i dëgjuat këto që folëm ne këtu, dhe e pata të filmin. Ju i njihni ato zona? Unë i njoh para filmit, nëse i kemi zbulur vetë, i kemi shkelur me pëllëm, kupton, jo vetëm ditën, po dhe natën, se s'rrinim në përzyra, kupton, po më shkel të kam atje ku ishte problemi. Sigurisht. Nejse, Gjan, problemi është këtu që industria naftës është një nga asetet më të rëndësishme të vendit tonë, e themi. Që ka vendi jonë. Tani, të kthehemi te këto 3 zona të rëndësishme, zoti Shehu, ju i njihni këto, pasuri e madhe, tani keni kaluar atje, pasi ra diktatura e të gjithë kanë kaluar, po kalojnë 30 vjetë, që ne bëjmë tradicion, ecim, dhe më thënë, pa fund. Ti ke ecur, ke vajtur në ato zona, i e kësyrë në njerë, dhe i ke parë, çfarë ndodh atje? Si pas teje, se ti, je një specialist, je dhe doktor profesor. Je dhe specialist i zoti. Ke shkuar me atje? Më tepër nga ana teknike, teknologjike, se sa nga ana juridike, e biznesit, janë probleme shumë të komplikuara, të cilat unë jam dakord me ato që u tha, do në thënë, 30 vjet e fundit është fatkeqësi e madhe që kontributi i industrisë naftës është në një nivel, do në thënë, keqardhës. E kupton kjo? Shiko, teknologjia që keni patur ju, tani ne kemi kaluar 30 vjetë në kohën e re, aty ka vënd burime, ajo është një nga pasurit tona më të mëdha. Ka ndryshuar teknologjia aty, që keni parë ju? Po do mos do ka ndryshuar. Dhe këtë gjera i dinim dhe ne, se nuk ishim për teknologjie mirë. Kishim, urdoni? Se ne pam atje që kishte ekurat amortizuar. Po le ato ekurat, unë them, si teknologjia në koncept, pasaj investimi për teknologjinë është tjetër problem. Për shfrytëzim, se përshemë unë kam bërë disa emisione. Po. Për këtë punë, të bankër, si përshë. Aty kishte një farë teknologjie, po vërre që në vëndet të tjera nuk është investuar fare. Po këtë thuaj vetëm zhvatet ajo. Jo, a e keni parë, se po se keni parë nuk ka... Nuk qëndron pyetja. Unë i di gjera dhe i kam parë. Qa ke parë aty? Të themi bankër, si të zënë, me kupton që është një... Jo, i ke bankër, se nuk e keni diskutim. Se ke diskutim? Këto 3. Këto 3 tani u dihet historia dhe më avantazhoze në këtë drejtim është Trasojli. Trasojli, unë e rendis, do në thënë, bazë bankerës që të ka investuar,
ka qëpuar 10 pusa horizontal, në që mund të bëjnë 10-15 milion Që ka kompani e mirë kjo? Po do mos do. Shumë bukur. Po. Ju keni punuar me këtë? Ju ka afruar punë? Si? Me Transoil Group keni afruar në puna jo? Keni punu me këta? Kam bashkëpunuar sepse. Ja, gazetarët e mi pas kanë gjetur mirë, më thënë që ke qenë punojnë si këtyre të gjithë. Ja, më dëgjojnë që këtë lutem me këpëton. Dilte problemi që ne specialistët shqiptarë nuk dim të shpojnë puse horizontale, këpëton. Edhe gjithë puset e marinës... Zoti Qeu, që tani ne nuk do të mësojmë me shqiptarëve se si shpojnë puset. Tani, unë po them që ju keni pa dhe një interes aty, keni qenë ditë, dhe ju duhet të thoni njerëzve, keni punuar, mo, keni punuar. Thjesht keni punuar. Është mikro. Keni që, ose thjesht edhe shqiptarës Mikro e kupton interes. Ta themon se që si interesime, kupton me krasim e tjerë. Por, unë jam krenar, do më thënë që aty ne aplikuam... Zoti Qeu, në emisionin tim, të kësaj kategorie, në këto 4 vjetë, unë kam patur shumë emisione të tillë, punojnësit e naftës nuk vinë dot. Se ose janë të punësuar, punojnësit. Kjo ardhë, unë të falenderoj shumë. Ose janë të punësuar, dhe marrin pagën aty, dhe paga e dim ne që është në Shqipëri. Ose janë të friksuar, më kanë thënë një pjesë e tyre që jemi të friksuar, nuk vinë do të gjithë. Ti tani e ke parë që pas bankersit, kjo kompani është më investitore në Shqipëri. Në bankers nuk kam qenë unë, e kupton, po këtu. Jo, këte, ti e ke parë që është kompani e mirë. Kam qenë, do më thënë, me shërbim, jo aksionere, jo... Do më thënë, punëtor. Ke qenë në shërbim aty? Punëtor, e kupton, do më thënë, kam punuar. Inxhinier. Kam zbatuar specialitetin tim, e kupton. Dhe, për këtë, nuk duhet në kritikuar specialistët shqiptarë që kontribojnë, e kupton, në njëse naftë. Zoti Qeu, faleminderit. Kam i vrejt e kapitale. Rikthemi të kjo. Pra, jo, nuk do ta futni tjetër. Jemi të plotësuar me dëshminë e Zotit Qeu. Në qoftë se ndodhi Zoti Bushati, sipas intervistës siguruar me Eurimex, kompaninë që fitoi më përpara aty, e cila është nga një kompani austriake, Shqipëria ka shkelur besimin tek investitorët e huaj, ai duke rrezikuar, domethënë ata kanë ndryrë pranë qeverisë, edhe pse dukej kryeministri që erdhi këtu, njëri shumë entuziast për të pranuar Shqipëria, po është shkelur thoshte besimi ynë dhe ne do ndikojmë tek qeveria. Te që është kompania austriake ajo, nuk ishte Guaska? Eurimex? Po kështu pretendoi njeriu që doli aty. Është Guaska? Ai ishte administratori ai. Ai nuk ishte pronari, me sa di unë. Pronarin e thamë që nuk shfaqet në asnjë rast. Po pse the austriake ti? Po ai ishte një austriak. Ai me sa pashun ishte rus, po. Rus ishte? Stanislav Bidinski, po jo, është austriak. Ma saksonit lutem, Bidinski është austriak apo rus? Nuk e dim të, po... Do të shofësh kompaninë, po tjetë kompani Guask, ai në intervistën aty luan me idenë që Austria mund bërë edhe veton për Shqipërinë për në Bashkimin Evropian, për hapjen e negociatave. Keni koment? Pushat? Jo. Për kënga çështjet? Për këtë gjithë problematikën që kishte raporti filmik, ku përfaqësuesi që kishte humbur për shkak të lidhjeve me idenë që është me rusët. Dhe ndërkohë fiton një kompani tjetër me lidhjet njëjta, me të njëjtën kompani ruse. Unë vetë nuk kam investiguar për këtë çështje, po një pjesë e shtypit ka pasur investigime serioze që thuej që janë mbrapa interesa ruse, interesat Gazpromit dhe ka qenë një, le të themi, luftë e ftohtë midis, është thënë, këtu po raportoj që është thënë, midis shërbimeve sekrete perëndimore dhe këtë që nuk e kanë lejuar Shqipërinë e tjerë. Këtu problemi pa hyrë në teori konspirative është shumë i thjeshtë. Ka një ligj Shqipëria që i ndalon kompanit ruse, kineze, turke, ka një presion, që të jemi të drejtë, ka një presion mbi vende si Shqipëria, që biznesi rus të shikohet jetë i kontrolluar. Sepse ne po në këtë studio
kemi diskutuar se si mundet ambasadori Amerikan të shkojt dhe të bëj presion bish prokurorin për një kompani të ti. Filan kompani. Pra, puna është, kjo punë nuk regulohet me presione, sepse nesër Lulzim Basha, Edi Rama, Sali Berisha, kush do tjetë pushtet, prish një tender dhe thot pata presion nga X shërbimi uaj. Pra ndaj shteti regulohet me regula. Ose do kemi garat sakta, ose do i shkojmë në përputhe ligjeve, ose pastaj nuk dim se ku jemi. Sepse në qoftë se mbani mend, gjithë këto trazirat që i vun flakën rrugës Kombit edhe prishën ato, nga një tender kanë dalë dhe ato, se s'tha dikush mos ta marrin gylenistët, ta marri dikush tjetër dhe përfundon i gjithë procesi arbitrar. Këto teorit konspirative që është dikush mbrapa, duhet ta prishim, shteti duhet funksionoj me ligje dhe kjo është një gjë të mos jetë double standard. Është gjë në parim. Okej, është gazetat e mim saksojnë që është kompania austriake, do t'i bëzhugu, kurse drejtori është ruso-ebrej. Drejtori që paraqitëm ne në raportin filmik. është Guask apo jo? Nuk është kompani Guask. Nuk është kompani Guask. Më thonë stafi. Publicitet riktheme. Jemi rikthyer problematika të mëdha, offshore-ët, Guaska, pa një nga pasurit më të mëdha të vendit tonë, është në duar të kësaj kategorie, e cila është përgjithsisht anonime. Zoti Tomori, çfarë mendoni për përmbyllur këtë pjesë të? Ka një angazhim të Shqipërisë, sepse qeveria shqiptare që nga viti 2009 është pranuar të jetë antare një nisme që synon të rrisë transparencën në industrinë nxjerrëse, por Shqipëria nuk ka zbatuar asnjë nga angazhimet asnjë nga angazhimet që janë në atë marrëveshje, sepse ajo do t'i jepte zgjidhje edhe këtij problemit të anonimatit me kompanitë që vinë dhe shfrytëzojnë pasuritë publike. Pra, ka ndërmarrë një angazhim ndërkombëtar, ka aderuar në ka nënshkruar një marrëveshje ndërkombëtare, por nuk e ka zbatuar. Dikujt i intereson që kjo situatë... Çfarë viti bëhet fjalë? Që në 2009. Pra, jemi... është nisma për transparencën në industrinë nxjerrëse. 10 vjet apo? Pa. Pra, ka një angazhim ndërkombëtar, por ndërkohë nuk është zbatuar asnjë nga detyrimet e atij angazhimi, dhe duket qartë që dikujt i intereson që të vazhdojë kjo situatë. Dhe nuk është vetëm çështja e pasurive natyrore, naftës apo minierave, është e njëjta situatë edhe me drejtat sovrane që i jepen me koncesion, sepse Shqipëria ka dhënë me koncesion, qeveria shqiptare ka dhënë me koncesion të drejtat sovrane në fushën fiskale dhe në shumë fusha të tjera, të cilat edhe këto shumica dërmuese janë të gjitha me kompani offshore. Dhe nuk dihet se kush qëndron pas këtyre kompanive. Ka patur zera edhe nga politika që kanë tentuar të hedhin idenë që mos lejojmë, mos t'japim me koncesione te kompanit offshore, pra të mos pranojmë me kompani offshore të marrin koncesione, por kaq, nuk vazhdojnë e njëjta histori. Të dy anët e politikës nuk ndihen kur vjen fjala për këtë çështje. Sepse janë të dyja brenda. Pra, kur ishte bërë kërkesa, ne kemi bërë kërkesë zyrtare 2 herë. Kur ndodhi i fundit ishte skandali i aset kompanisë që largua në tregun e Gulfit, aset kompanisë që merre me shitjen me pakicë të karburantit, i bëm kërkesë zyrtare të përsëritur, vendimarrjes politike në përgjithësi, që kur vjen fjala për sektor strategjik dhe kur shteti është i lidhur në kontrata me të tretë, të cilët janë Guask, kjo duhet mbyllet. Asnjë reagim nga të dyja krahët. Si duhet mbyllet? Të mos japim më licenca dhe të lidhet në... është praktike njohur edhe s'ka lidhje tjera kjo? Ajo nuk ka asnjë lidhje, ne e tham. Ti nuk mund ta pengosh dot një kompani offshore që të vijë të investoj.
por ti nuk i jep ati të drejta sovrane, nuk i jep sektor strategjik dhe monopol. Dhe ato të cilat ti lidhe si shtet me ato. Është pasuri publike, do më thënë, i kalon pasurin publike dikujt që nuk dihet kush është. Do më thënë, kush është ideja? Ne jemi në një fazë i presim investitorët e huaj, por duke qenë se administrata shtetërore dhe me këto shembuj që ne po i tregojmë nga dita në ditë, po e ngarkojnë shtetin shqiptar jo me përfitime, po e ngarkojnë me humbje financiare, me borxhe, me pasoja nga gjitha llojet, atëherë të bëhet një ndarje prerë. Kur të thuhet. Po pse çfarë shembuj tjerë kemi? Pafund pra, i numërojmë ato. Po ke Armon, ke Ballçin, domethënë. Ke Galfin. Jemi miliona aty të Ballçi. Patjetër, ke shumë. Dhe ideja kush ishte? Ideja ishte në të gjitha ato ku shteti shqiptar i jep të drejta sovrane në sektor strategjik, siç është ky rast, po dhe raste tjera, dhe kur jep kontrata, qoftë edhe gara tenderash, që lidhen drejt për drejt me shtetin shqiptar, kjo praktikë të ndërpritet. Ose të detyrosh për kontratat e lidhura që ata të tregojnë kush janë aksionerët e vërtet, që ti ta dish kush është partneri jot, se është shteti partner. Edhe këtu flitet për afatgjat, për interesa afatgjata. Asnjë përgjigje nga asnjë kraj politikës. Sepse edhe kjo praktik ka filluar prej shumë vitesh. Do më thënë që ta bëjmë kështu, është si me martu gocën, po të ka ardhur përfaqësuesi dhëndrit, po dhëndri ti nuk e di dhe nuk do e marrësh vetë do të vesh kur kush është realisht. Kjo po ndodh në sektorët tonë strategjik. Dhe unë mendoj që jo, dhëndri është kompania, ti si njeh prindrit. Po nuk është detyrim të njohësh prindrit. Se ti shef produktin. Kompania është guack, nuk është kompania nuk ka asete, nuk ka ashtu. Kompania është thjesht një vegël. Është persona që rrinë mbrapa. Po ti po i more garancit që sa lek do investoj, se për shembull unë mbaj mend rastin e privatizimit të armë, aty nuk qe puna se kush ishin mbrapa, e zëm. Por që shteti nuk zbatoj detyrimet që kishe për zbatuar, pra që në qoftë se ai do ngri kaq para, në qoftë se ai jep këtë garanci, në qoftë se këto krijohen, këta s'bëjnë as këto, pra edhe detyrat minimale, pa arritur tek identifikimi i aksionerëve fundor. Janë të dyja bashkë, sepse në momentin ku ti lejon individ që të vinë nëpërmjet offshore-ve, këto individ kanë dhe më pak risk në kuptimin e reputacionit. Do më dhe sikur t'jetë një kompani normale dhe me reputacion. Do më thënë, kjo është një mënyrë ku kompanitë e ndjej veten të sigurt, është një lloj fshehje e tyre, jo gjithmonë për qëllime të këqija, kuptohet. Tani në rastin ton, për shkak të llojit politikës që ne kemi, llojit administratës që ne kemi, kjo po kthehet në një lloj bumerangu negativ me pasoja të cilat vijnë me një kosto financiare dhe me një faturë financiare. Ky është shqetësimi i parë që ne mendojmë duhet ngritemi. Unë nuk mendoj që ne duhet bëjmë debatu dhe nuk ka nevojë në lidhje me offshore, janë të mira dhe të këqija. Çështja është, kjo është një vegël që në rastin se si është përdorur në Shqipëri, ka pasur pasoja jo të mira te sektori strategjik. Midis dy kompanive private padyshim mund të përdoren offshore, është puna tyre. Në rastin ton, neve po bëjmë bashkëpronar kompani të cilat ne nuk i dim kush janë dhe ata kanë reputacion risku zero, kurse për ne reputacioni dhe risku financiar është shumë i madh. Kjo është një gjë që duhet rregulluar. Okej. Jo, edhe faktikisht, praktika ka treguar që këto mund përdoren si mekanizma shumë të mira dhe korrupsioni. Kur lidhen dy palë, kur lidhet shteti me kompaninë private. Sepse në fundit, një kompani offshore, që nuk ka asete, s'ke ku ta kapësh, janë si hije, si fantazma, si që është rasti i fundit, që po e përmendim, ish të famshmit, se po e bëjmë reklam tani, po tani s'ka vlerë më se s'është më në treg, ajo kompania e naftës që shiste naftë me pakicë Galfit, fund fare, krijoi borxhe ndaj shtetit shqiptar, që çfarë do të thotë? Pra i merrte parat nga qytetarët shqiptarë që paguonin, nuk i derte në shtet. Edhe faktikisht u largua. Tani mbas largimit. Jo, duaj një shpjegim tjetër. Jo, një minutë, ja ta mbaroj. Po një minutë, shiko, kush është logjika? E se mora si shembull atë. Pra, në momentin final, kur edhe ti e kap si shtet, por ti çfarë kap? Ti kap hijen. Ai thot, ja ku ja, të gjitha i kam me qira, qirat janë të mbyllura, asnjë aset nuk ka kolateral, ai iku. Jo, shiko ku jemi. Ku do ta kapësh? Okej, po pra këto janë rrisjet. Këto janë rrisjet e një pasnjëshme. Që çfarë ndodh? I ka pas askush s'është interesuar ti kap. Shiko. Mirë pra. Ja të ndalemi vështirëson punën. Jo, le të ndalemi tek Galfi. Kemi një kompani MEM Galf. E Klodian? Galf është dhe kompani MEM. Po. Është në Gjermani. Galfi i Gjermanisë ka falimentuar, zotëri?
Jo. S'ka lidhje kjo me atë. Po çfarë është ky Galfi? Po s'ka lidhje me atë. Po çfarë është ky Ka Galfi? qenë me... Ky që është marrë emri Kopa? Ky i ka marrë emrin kundrejt një pagese që mund i kanë bërë, sepse ata këtë praktike kanë... Jo, si ka marrë, jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Ja ka dhënë Galfi Gjorgjis. Galfi Po Gjorgjis. përdesa ka dhënë Galfi Gjorgjis, ja ka pranu dhe Galfi. Dhe po të shikosh, pasi ndodhi kjo histori, doli zvenc presidenti Galfit dhe tha, po ne kemi pasur një marrëdhënie me ata, i kemi dhënë të drejtën e përdorimit të emrit ton, por deri këtu, se qa kanë bërë ata, pastaj ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi. Kjo ishte deklarata e zvenc Atëre në këtë presidentit. pikë, nëse ata janë futur brenda dhe ai jep një deklaratë të tillë, atëre shteti shqiptar ka gjitha mundësitë që të hedhë Galfin internacional, domethënë Galfin e Gjermanisë, Galfin Mem. patjetër. Sepse ai në momentin kur të jep emrin, ai emrin ta jep me kusht, po patjetër. Po qa emri? Unë ti të përdorësh emrin tim, pëse qa? Unë s'maj përgjegjësi Si që ka, po është mashtrim atëre. Unë të jap emrin tim edhe ti mua më jep mall të dobët? Ky është problemi i shtetit. Ky është problemi i shtetit që ti nuk, ajo është histori tjetër. Jo, ti do të kontrollosh mallin tat. Ajo është histori tjetër. Po kështu janë të lidhura gjërat. Ajo është histori tjetër dhe ndodh me të gjitha kompanitë e naftës në Shqipëri, jo vetëm me Galfin. Sepse ka një ligj që thotë që ti do vesh në tabel në reklam vetëm emrin e kompanisë prej nga ku furnizohesh. Po pra. Ndërkohë që nuk e zbaton askush Shqipëria. Jo, i minut. Shiko, në çdo rast në këtë mes, shteti është implikuar. Në çdo rast. Por dhe kompania që ty të jep emrin, praktikisht ka përgjegjësinë e vet. Për mallin e saj. Absolutisht. Jo, gabime ka. Absolutisht. Dhe kompanitë më serioze në Shqipëri praktikisht marrin mall të certifikuar i cili e kontrollon mallin edhe në pikën më fundore ti. Okej. Kur janë fjalët e nafta. Atëre, të mbetemi te kjo pikë. Pra, kemi një kompani që falimenton në mënyrë të papritur dhe të çuditshme në Shqipëri. Dhe i lë shtetit shqiptar disa borxhe. Nuk ka lidhje, po e lëmë janë, kompania Mem nuk ka lidhje me, po e zëmë për një momenti nuk ka lidhje. Tani, shteti, çfarë bën me këtë kompani? Shteti çfarë bën? Kjo ka këto borxhe ndaj shtetit. Çfarë bën shteti? Sepse nuk është vetëm kjo që ka falimentuar në këtë mënyrë. Po patjetër. Lëm brapa 5 milion euro këtu, shet tallona disa ditë përpara se të mbyllet. Po kështu ka ndodhur dhe diçka më përpara. Dhe gjithmonë del një njeri që penalizohet, për të mbritur pastaj, do mbrim dhe te një pikë e rëndësishme, sepse ditët e fundit, ka filluar 10 ditë e fundit, ka filluar punë edhe Armo. Ka rifilluar punë. Bëja gjë, dini gjeju për këtë? Nuk ka filluar punë Ballçi, jo Armo. Armo është kompani e ngrirë, ka disa vite që është jo ekzistente. Ballçi është tani në pronësi të bankës Credins, mos gaboj. Dhe ka disa vite që banka Credins me çdiun e jep me qira kompanive të cilat prap janë me që dim në Guacka offshore, që nuk janë se tu është u bët disa radhëresh që Ballçi futet në punë, punon ca kohë, i ngelet disa miliona, shumë milione, disa detyrime shtetit shqiptar me taksat, dhe pastaj mbyllet kompania, vjen një kompani tjetër e hap punon. Domethënë kjo është përsëritur 2-3 herë tashmë, dhe në mos gaboj borxhi që kompanitë ndryshme që kanë punuar me Ballçin kanë ndaj shtetit shqiptar dhe domethënë ndaj taksapaguesve shqiptar janë mbi 300. Regjenë se më ndihmon duke qenë te ky problemi i madh i rëndësishëm siç është. Me insertin $380 milion, mos gaboj, është totali i mbledhur gjatë gjithë këtyre viteve me kompani që në thonjza. Të ndjekim, ne kemi patur emisionin e parë në janar këtë bankë Armon, të ndjekim insert. Sipas auditit të kryer nga kompania audituese Deloitte, borxhet e Armos gjatë kohës që ishte në pronësi të biznesmenit Taçi, nga viti 2008 deri në gusht të 2013-s, e kaluan shifrën 300 milion euro. Taçi njëkohësisht kishte marrë 2 kreditë të mëdha në bankat shqiptare, me vlerë 47.5 milion euro, duke vënë si garanci asetet e Armos, duke mbivendosur këtë garanci kudo ku merrte para. Por këtu nuk janë vetëm bankat viktim. E keqja më e madhe është se Armo e asaj kohe rezulton të jetë debitore ndaj palëve të treta, konkretisht ndaj 10 kompanive naftënxjerrëse,
me një vlerë që i kalon 100 milion euro. Armo e Tachit kishte gjithashtu mbi 40 milion euro detyrime ndaj Alpetrol, si dhe 41 milion dolar ndaj një kompanie panameze, Wallis Trading Inc., ku i kishte mashtruar duke i lënë një kolateral inekzistent të Armos. I gjendur në prag falimentimi, me një mal me borxhe tek tatimet, doganat, bankat, Bangers Petroleum, Alpetrol e shumë kompani të tjera. Në gusht të vitit 2013, Tachi vendos ta shes Armon për 50 milion euro tek një kompani tjetër azere, e quajtur Hini Assets Corporation, dhe regjistruar në parajsën fiskale të ishujve britanik Virgin. Kompania azere, Hini Assets Corporation, pasi mori në dorëzim Armon, u gjendet merruar nga borxhet e mëdha që kishte lënë Rezar Tachi. Me metodat që dinte t'i përdorte vetëm ai, Tachi kishte fshehur të gjitha borxhet me fatura fiktive, pak para se ta shiste. Kulmi i mashtrimit arriti kur dhe gjatë shitjes së Armos, Tachi përdori sërish të uzinën për të marrë një borxh prej 69 milion euro, të cilën u transferoi kompanive të tij, Tachi Oil dhe Kuwait Shah. Këtë shumë gjigande e përfitoi në momentin e ndërrimit të aksionerëve. Të shokuar nga ky bilans tronditës i Armos, azerët ndërprem punën deri në gusht të vitit 2014, ku ata lidhën 2 marrëveshje kontraktuale me kompaninë Deveron Oil, e krijuar në zonën offshore, dhe kompaninë tjetër, Trading Petrol and Drilling, për dhënien me qira të rafinerisë së Ballshit dhe asaj të Fierit. Kontratat që u lidhen me këto 2 kompani ishin të çuditshme, pasi Armo merrte përsipër të gjitha detyrimet tatimore, doganore, vendore, energjinë elektrike dhe çdo taks apo sankcion. Por kjo lehtësi ndaj këtyre 2 kompanive nuk ishte rastësi. Pikërisht këtu filloni njëjti skenar grabitjeje si ai kohës së Berishës, por me aktor dhe regjisor të rinj. Në kompaninë Trading Petrol and Drilling, më herët kishte qenë administrator Mitat Sulej, vllai i biznesmenit Besnik Sulej, pronarit të kompleksit Taiwan, një nga miqtë e njohur të kryeministrit Rama. Ndërkohë, përfaqësuesi aktuali Trading Petrol and Drilling është Pajtim Braçaj, vllai i Avni Braçajt, i cili zotron 10% të aksioneve të kompleksit Taiwan. Të 2 kompanit, Deveron Oil dhe Trading Petrol and Drilling, nëpërmjet lehtësive që u krijoi kompania azere Hini Assets Corporation, dyfishuan borxhet ndaj shtetit shqiptar. Sipas Ministrisë së Energjisë, në janar të vitit 2016, kompania Deveron Oil krijoi një borxh prej 81.2 milion dollar, ndërsa TP&D Oil 55.2 milion dollar. Një kompani e quajtur IRTC, Ionian Refining and Trading CO, u shfaq nga Içi në 1 shtator të vitit 2016. E regjistruar në ishujt Virgin, IRTC kishte për administrator Mitat Sulej, vllain e Besnik Sulej, si dhe anëtar të këshillit Avni Braçaj, aksioner i kompleksit Taiwan bashkë me Sulejn. Vëllezrit Sulej krijuan borxhe njësoj si paraardhës si Tachi. Mbi 50 milion euro detyrime u krijuan ndaj tatimeve, doganave dhe OSHS, edhe pse kjo kompani arkëtoi plot 220 milion euro. Aktualisht, borxhi Armos që nga viti 2008 deri sot përllogaritet në 700 milion euro. Janë Sali Berisha dhe Edi Rama, ata që duhet ju tregojnë shqiptarëve ku kanë shkuar këto para. Ata duhet ju përgjigjen dhe 1300 punëtorëve të hedhur në rrugë. Deri te Tajvani, o mik Gjani, deri te Tajvani, kështu thuaj ati mikut. Se na ka marrë në punë, i kërkojmë lekët tona, s'kërkojmë asnjë gjë, vetëm lekët tona. Të japi lekët tona e tiki, të thyej i qafën. Kaj. Pra, situata është si ngjanë me 2 pika ujë me atës çka ne kishim në pjesën e parë të emisionit. Armo që vijon të vërtitet në këtë mënyrë, për vite e vite të tëra, një kohë të njëra pjesë e politikës, kohën tjetër të pjesa tjetër, kush merr pushtetin, merr Armon, merr vendburimet, vazhdon. Tani, kush janë pronarët e rinj? Unë në fakt pyeta dje ministrin Gjiknuri, rastisht me telefon, dhe i më tha që e kanë marrë Zviceranët. Po aty në Tryezë ku isha ishin njerëz që dinin, njihnin në botën e naftës, dhe më thanë që janë Kosovar. Më thanë janë Kosovar të Zvicrës. Ose Zviceran Kosovar.
si mund themi, çfarë është kjo? Kush e di, kush e njeh si situatë? Po, kam përshtypjen që nga kompanitë e përfshira tashmë me punimet në Ballç, mbrapa përsëri janë kompani apo njerëz lidhur me rusët. Punë tjetër pastaj që kush janë njerëzit fasad që merren me këtë punë. Edhe këtu? Edhe tek Ballçi, po, tani që po punon. Po unë do doja të theksoja diçka në lidhje me atë që sapo u tha. Po, kush e thotë me rusët, se më është interesante kjo. Po, me çdi unë, kompanit, sepse pavarësisht se ato janë të regjistruar në Shqipëri, prap nga mbrapa janë kompani offshore dhe nga informacioni që unë kam janë kompani ruse gjithashtu, përsëri. Por, ajo që unë do të thoja është kjo. Kur është privatizuar Armo, u privatizua për $120 milion, mos gaboj, euro, dhe u shit si një fitore dhe një arritje e madhe për qytetarët shqiptarë. Dua të theksoj që gjatë këtyre viteve, vetëm borxhi që kompanitë ndryshme që kanë punuar në Ballç kanë ndaj qytetarëve shqiptarë dhe tek paguesve shqiptarë janë mbi $380 milion. Do më thënë, në fakt, ne bëm një privatizim dhe ne si qytetarë dhe si shtet kemi humbur $250 milion. Dhe përveç kësaj, nuk llogaritet cilësia e karburantit që ka prodhuar Ballçi gjatë gjithë këtyre viteve. Te pjesa e fundit do jemi te cilësia e karburantit dhe çmimi i këtij karburantit. Jashtë standardit për kushtet e ambientit dhe të higjienës që ne kemi. Domethënë, edhe prishje tregu një herë mbi të gjitha. Përveç prishjes tregut, konkurrencës ndershme. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë, zoti Bojaxhi, thuhet që rafinerën e Armës sot e kanë 2 kompani guask. Tosk Energy dhe Bylis. Dini gjë çfarë janë? Kam përshtypjen që mbrapa këtyre janë prapë kompani ruse dhe me çdi unë një nga drejtuesit e një nga kompanive më të mëdha ruse që operon në tregun e Europës, ka qenë në vizitë, bile se kanë dhënë dhe lajmet përpara disa një javë, 10 ditësh, 2 javësh në Shqipëri, dhe të nesëmen që ka ardhur ai ka filluar punë përsëri Ballçi. Domethënë janë gjëra të lidhura dhe ditura, nuk kanë një shkencë të madhe. Klodian? Shiko, nga momenti i privatizimit edhe deri tani, pas Armës kanë qenë, me emra kanë qenë gjithmonë Amerikan, Gjerman, por në të vërtet, ta kanë qenë thjesht kopertura. Ajo që kanë ndodhur është që kanë qenë biznesmen lokal, që e kanë shfrytzuar. E kam përshtypjen që është i njëjti skenar që po përsëritet prap. Tani përmes një forme tjetër, Armo aktualisht është në pronësi të një banke. Ballçi. Ballçi, po për Ballçin, për Ballçin po flasim. Rafineria e Ballçit është pronësi të një banke. Është shitur tek një kompani e quajtur Allum Energy përmes një metode, një manovre të çuditshme, ku kompania blerëse krijohet me 10.000 pound kapital, vetëm 10.000 pound, dhe nuk ka asnjë aktivitet, asnjë eksperiencë në fushën e naftës, vjen, merr Armon, Ballçin, dhe le, do më thënë, vetmja garanci që le janë aksionet e veta, që janë prapë hiç. Dhe është nga kjo kompani pastaj ka patur një marrëveshje që mbetet nuk dihet se çfarë është, do më thënë, doli nga skena Allumi dhe ka hyrë një Bylis Energy. Por punëtorët që janë atje thonë që ne na vinë gjithmonë të njëjtit njerëz. Ne punojmë me të njëjtit njerëz. Pavarësisht emrit kompanive ndryshon emri i kompanisë dhe po njerëzit që vinë aty janë të njëjtit. Ballçi janë të njëjtit. Shiko, unë mendoj që situata është realisht situatë e vështirë. Çfarë ndodh? Në qoftë se neve kemi një pjesë teatrore e cila luhet nga disa trupa, pa pjesa që ndron po e njëjtë, se kështu i bie nga të gjithë këto dhënat që po shikojmë ne, mund t'i bjeri që edhe kjo që e ka marrë tani, pavarësisht është ruse, venezueliane, gjermane, s'ka rëndësi se çfarë është, mund të bëjë të njëjtin skenar, siç e kanë bërë 3-4 të parat. Pra të vazhdoj punën, të hedhi naftë me cilësi dobët në tregun shqiptar, të ketë detyrime të papaguara ndaj shtetit shqiptar dhe nesër mund të largohet. Duke i lëmë mrapa shkatrimin e tregut, sepse ka dhe operatorë të tjerë treg, që e ndjenë, që është më e rëndësishme nga të gjitha. Në momentin kur ti stimulon një kompani që i thua mos paguaj taksat, pra vepro
mallin pa paguar taksat dhe mbi të gjitha me cilësi të dobët, praktikisht është shkatruar i gjithë tregu i shitjes dhe i transaksioneve të naftës, pra me pakicë, që është tregu më i madh në Shqipëri, që zë 11% të prodhimit të brendshëm bruto me mbi 1 miliard euro xhiro. Dhe prandaj nafta është e rëndësishme për të bërë spekulime nga gjitha llojet, sepse është treg i madh. Pra, ne rrezikojmë që përsëri ky treg të jetë i shpartalluar. Pra dhe ato kompani të cilat sot janë në treg, që i kanë mundësit për të hedhur naftë me cilësi, do të ndodhen përballë një rreziku shumë të madh i konkurrencës pa ndershme. Dhe shteti shqiptar do marrë ngarkesa dhe qytetarët shqiptar do kenë pasojat e tmerrshme, tumor, kancer, të gjitha llojet e smundjeve dhe mjedisi po ashtu. Atëherë, zoti Beherxhi ka dyshime se arma, siç e thatë, arma është indirekt në duart e kompanive ruse. Ballçi. Pa emër arma, thot, Ballçi. Ballçi. Se ekziston më. Ballçi është rafineria Si ajo e Gunvor, çfarë është? Gunvor. Ganvor. Ka qenë e lidhur me ruset, por tashti është pastruar, ka kaluar është pastruar nga ruset, sepse personi që ka qenë bashkë aksioner ka qenë një nga miqtë më të ngushtë të presidentit Putin, i vendosën listën e zezë. I vendosën listën e zezë nga amerikanët dhe në momenti që u vendosën listë të zezë u largua nga kompania dhe aksioneri që figuron tash është suedez, norvegjes. Pra nuk ka me pronësi ruse, edhe pse pavarësisht që është një kompani që ka shumë akses. Që lindi nga Rusia. Po, qendra operacionale është në Zvicër apo jo? Po. Qendra ndërtimi, atëherë, këto kompani me që punojnë në, si thua, në një ambient minimumi rajonal europian, në rastin më të vogël, në rastin më të madh ambient global, janë të detyruara për shkak të mënyrës punës të regjistrohen në vende që janë qendra financiare të rëndësishme. Kështu që fakti që një kompani regjistrohet në Zvicër ose jo, nuk do të thotë që çdo gjë është në rregull në lidhje me kompaninë. Por kompania që përmendët është një nga kompanitë që përflitet që është mbrapa transaksionit fundit që ka të bëjë me punimet dhe fillimin e punës në Ballç. Është një kompani që në mënyrë indirekte ka financuar këtë rivënje në punë të Ballçit. Padyshim, është edhe ajo që tha zoti Tomori, asnjëherë operacionet të tilla nuk bëhen pa edhe një lloj bashkëpunimi lokal. Kështu që për këtë arsye prandaj edhe punonjësit e thjeshtë në rafineri gjithmonë shohin të njëjtat fytyra dhe të njëjtat njerëz. Ajo që është e rëndësishme dhe është shqetësuese është që shteti shqiptar dhe taksapaguesit dhe ne si qytetar është bërë të paktën, kjo është hera e 4 që Ballçi rivihet në punë me skema ku shteti shqiptar përfundon me humbje financiare dhe ne përfundojmë me humbje financiare. E fundit ishte ajo IRTC-ja që ishte $68 milion borç ndaj nesh, si qytetarë, si shtet. Dhe nga kjo, 30 milion, rreth 30 milion janë taksa, që tatim fitim, dhe 30 e ca milion është targ qekullimi. Do më dhe ne, kur kemi paguar karburantin, e kemi pagu taksën si qytetar, dhe ajo taks nuk ka shkuar të tatimet, po ka shkuar në gjepat e atyre njerëzve që ishin mbrapa ati ase kompanije, që tashmë ka hikur e shkrirë si fantazëm. Dakor, do më thënë, neve jemi djegur disa herë dhe ajo që është e habitshme është që nuk kemi transparencë nga shteti ynë, që çfarë ka bërë me Ballçin, pse ka lejuar 3 herë të rivendoset në punë dhe të përfundoj me borxhe dhe detyrime ndaj shtetit, çfarë ka bërë në këtë herën e 4, pse kjo kompania që tani po punon në Ballç, e ka marrë Ballçin dhe e ka vënë punë, çfarë ka kompani ndryshe dhe çfarë besueshmëri ka kjo kompani që nuk do bëj atë gjë që kanë bërë 3 kompanitë e tjera të fundit që kanë punuar në Ballç. Ne nuk kemi asnjë zë nga shtetarët tanë. Nuk ka vetëm një ndryshim, që herët e kaluara kur është vënë punë ka dalë me ceremoni qeveria, por këtë herë ka preferuar që të mos shkojë të Kjo nuk është patjetër gjë e mirë, Publicitet rikthim. Jemi rikthyer te pjesa e fundit e kësaj bisede. Pra, aseti më i rëndësishëm që ne kemi, Shqipëria, vendi me pasurinë më të madhe në Evropë, në toksore naftën,
si thua që ta themi në mënyrë vulgare, i ka bërë naftën kësaj pune. Vendi. Tani, zoti Bajagjiu, ka një problem më të rëndësishëm. Me gjithë të pasuri, edhe me xhvatin e gjitha, duket, për shembull, mua më ka ndodhur të shkoj në vendet të prodhuesit të mëdhenj të naftës. Të jem në kohë të ndryshme. Në Libi, për shembull, kam qenë dhe atje mbanin makinat mërësisht të vjetra, sepse mund të harxhonin edhe për ditë 50 litra naftë. Kishte për njerëzit pak. Këtu çmimi i naftës është çmimi, një nga çmimet më shtrenjtë në botë. Çfarë ndodh? Të paktën mos ishte ky çmim nafte. Çfarë ndodh me çmimin e naftës? Atëre, e keni dëgjuar her pas here që kryeministri aktual i Shqipërisë del dhe i drejtohet njerëzve dhe i thotë që ne kemi rritur vetëm 2 taksa. E keni dëgjuar këtë mesazh? Të cilat i ka rritur bashkia, thotë. Më thënë, ne kemi rritur vetëm 2 taksa. Dhe thotë, le të më thotë njëri tjetër, thotë nëse është një taks tjetër apo jo. Dhe çuditërisht, as nga media juaj. Ne merrem përgjithësisht me punë politike, kështu nuk merremi me problemet e. Tani, çfarë ndodh? Mjafton të rritësh taksën e naftës, pra, të naftës, zero sikur ke rritur 30 taksa me njerë. Sepse ecin profesionalisht. Zero sikur ke rritur 30 taksa. Do të thënë, tre janë produktet të cilat përcaktojnë nëse një vend zhvillohet, është në recesion. Mund të kemi një krahasim me vendet fqinje. Ja një sekond. Pse duhet ta them që të vazhdoj këtë ide që thash përpara? Është nafta, është energjia dhe janë drithrat. Këto janë të lidhura me njëra tjetrën, por këto përcaktojnë nëse një vend zhvillohet ose një vend është në stagnacion, pra në mos zhvillim ekonomik. Në momentin kur ke rritur taksën e naftës, praktikisht ti ke dhënë goditje finale për rritjen e çmimit të naftës fundore. Dhe rezulton që Shqipëria, me taksat, me sistemin e taksave, të cilat janë shtuar tek nafta, më duket është në raportin 55 me 45. Pra 55% shqiptarët paguajnë taksa dhe 45% është vlefta e... Sot është 60 me 40. Sot është 60 me 40. Pra, 20% është vlefta, është vlera e karburantit dhe 60% janë taksa. Nuk ekziston një ndarje e tillë në vendet e rajonit. Kjo është një nga arsyet e tjera që përse ekonomia shqiptare nuk zhvillohet. Kjo është dhe një arsye tjetër, shumë e madhe. Sa përqind janë taksa në karburante? Ne kemi përqindjen më të lartë. Domethënë, në qoftë se e zëm gjithë vendet e rajonit e kishin çmimin e naftës 170 lekë litrin, ne jemi vetëm vend ku qytetari 70 lekë është kosto reale e naftës, e litrit, dhe 100 lekë është vlera e taksës. Gjithë vendet e tjera e kanë taksën më pak dhe vlerën e naftës më shumë. Domethënë, kjo e bën ekonominë shqiptare një ekonomi që ka konkurrencë të ulët dhe na bën jo konkurrues në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Prandaj edhe shteti shqiptar sepse edhe një qytetar kur shkon për shembull në Kosovë, para se të kthehet në Shqipëri e mbush makinën plot në Kosovë. Pse? Se është më lirë nafta atje. Pavarësisht se Kosova është vend pa porte dhe naftën e merr nga Shqipëria. Domethënë, të paktën gjysma e naftës që shitet në Kosovë kalon nga portet shqiptare. Dhe nëse përfundon nafta brenda në Kosovë, më e lirë se nafta në Shqipëri. Dhe shteti shqiptar ka vënë rregull që makinat e mëdha, sidomos, nëse kanë në serbatorin e tyre më shumë se kaq litra naftë, nuk lejohen ty ose duhet paguajnë gjobë. Në mënyrë që ti detyrojë me zor që të blejnë naftë në Shqipëri, kur ajo është ekonomi e lirë dhe i thotë unë du ta blej naftë në Kosovë, sa atje kam qenë për eksport, për shërbim dhe po kthehem. Kështu që në këtë mes, taksat e rritura në Shqipëri, gjatë kësaj qeverie, megjithëse u rrit taksa e naftës dhe me qeverinë e mëparshme. Dhe të dyja qeveritë, që jemi realistët, taksat e naftës janë... Mua më kujtojt emisionet e mëparshme që kanë bërë dhe edhe një gjë tjetër, problematik, shenjitja gjë. Jemi i vetmi vend që kemi taks karboni për benzinën. Benzina nuk prodhon karbon kur konsumohet. Benzina prodhon karbon në rafineri. E ka paguar rafineria taksën e karbonit kur e ka prodhu benzinën, atje në Itali apo në Greqi apo kudo, dhe benzina kur në makinë nuk prodhon karbon. Nuk ka efekt. Është avantazhi që ka benzina ndaj naftës. Ne kemi edhe këtë taks. Ne kemi vënë taks karboni me një produkt që nuk prodhon karbon.
Ka dhe një problematik tjetër. Ky sistemi shumë i madh i taksave të cilat aplikohen mbi naftën. Kjo ndikon drejt për drejt në prishjen, në dhënien e një mundësie shumë të madhe për prishjen e tregut të shitjes naftës me pakicë. Pse? Sepse janë pikërisht këto kompanit të cilat duke shfrytzuar ngarkesën shumë të lartë fiskale, pra këtë raportin 60%, 1.000 lek për litër nafte, këto kompanit të cilat bëjnë kontraband, pikërisht kanë mundësi që të fusin në xhepat e tyre pa paguar në shtet këtë 60% që shqiptarët e paguajnë në formën e taksës. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore se përse futen shumë kompani të cilat punojnë në tregun e naftës me paregjykim. Pra që punoj, marr taksat i fus në xhep, nuk i paguajnë shtet, pra i fus në xhep, bëj kontraband e fus në xhep dhe pastaj largohem. Pra kjo ngarkesë përveç se bllokon ekonominë, kjo shkatron edhe sektorin e shitjes me pakicë të naftës. I qartë. Para se të kalojmë te ky moment. Zoti Tomori? Ç'mendoni ju për? Është një zgjedhje e qeverisë që ka vendosur kalojnë. Duke sigurisht dhe një lehtësi e tyre, e marrin taksën. Po sigurisht prandaj është sepse aty mund ta mbledhin më lehtë. E kanë më lehtë për ta mbledhur se sa po të ndërtoni një sistem taksash më të drejtë që ta shpërndante barën në mënyrë më të drejtë, jo vetëm të taksojmë naftën me që kemi mokollaj për ta mbledhur dhe kemi arritur në këtë situatë ku sot Shqipëria është vendi i 10 në botë, vendi 10 me çmim më të lartë naftës në botë, është në 10 e parë. Vetëm për një gjë jemi në top 10-in botror në çmimin e naftës. Në 10 vendet Nëse mund të shtoj diçka nga kjo që po thotë zoti Tomori, kjo nuk është thjesht çështje lehtësie, kjo tregon se sa i dobët është një shteti shqiptar dhe administrata shqiptare, dhe tregon se si për mbledhur taksën, lehtësi i bjerë i kanë kjo tregon dobësi se një shtet i fortë, i aftë dhe eficient e mbledh taksën edhe te pika karburantët, edhe në treg. Nuk duhet të dalë. Ne dim sa shteti fort jemi. Nuk duhet të dalë te qafa. Nuk duhet të dalë. E lehtë dhe është e thjeshtë ta marrësh të taksë. Shiko, po t'ishte thjesht vetëm kjo, do ta kishin bërë dhe shtetet e zhvilluara dhe shtetet normale. Shtetet normale nuk e bëjnë. Ja, ta zvrasin qytetarën e vet. Ashtu, e para. E dyta, neve mirë që pas kemi bërë një gjë më të lehtë që këto shtetet normale nuk e bëjnë. Po çuditërisht numrin e taksidarëve që kemi, e kemi dhe më të madh se këta që e bëjnë gjasme punën e tyre më të vështirë dhe duhet i mbledhin taksat në tregun dhe jo tek gryka e malit aty ku kalon boti dhe mjeti, apo dikur karavani. Domethënë ajo që duhet të them është që kjo tregon dobësinë e këtij shteti. Shtetet normale nuk e marrin taksën në kufi. Shtetet normale e marrin taksën në tregun e brendshëm kur fillon produkti kalon në transaksione midis. Mos hyjte kjo se këtu kemi një sistem arbitrar në çdo pikpamje, edhe në vlerësimet e banesave, në gjitha shpalljen e zonave. Po ti shikosh në gjitha pikpamjet, kjo është aq arbitrare, sa këtu po të kishe edhe gjykata, ti mund ta çonje këtë shtet. Kjo është arsye për ta theksuar, jo për të mos e theksuar. E theksojmë, po nuk është se fitojmë ndonjë gjë, sepse po ta shikosh arbitrare është gjithçka. Ai të shpall zonën, thotë kaq është kjo zonë, çmimi për. Atëherë mos flasim për arbitraritetin. Të flasim. Nuk është se e zirim me këtë. Problemi është tani, përveç çmimit, një nga shqetësimet thelbësore që ka qenë prezent në çdo kohë, është nafta jashtë, karburantet jashtë standardeve. Çfarë ndodh realisht? Ajo që ndodh është që kemi një shtet, kemi një treg që një pjesë madhe është tërësisht jashtë kontrollit. Ja, rasti më konkret është, ne dim që vitin e kaluar, Armo punoi gati një vit, Ballshi punoi gati një vit. Ajo naftë u hodh në tregun vendas o shit. 160.000 ton. 160.000 ton. Pra u prodhuan 160.000 ton dhe ato u hodhën në tregun vendas. 30% keni parë ju ndonjë tabel në ndonjë pikë karburanti që të shkruaj kjo është naftë vend? Jo, absolutisht jo. Ajo naftë është shitur dhe ata që e kanë bler për naftë importi, e kanë bler për karburant që është me cilësi më të mirë, ndoshta edhe me ndonjë logo aty të tyre kompanive prestigjioze ndërkombëtare, por ndërkohë, pra ajo që duhet të them është një treg i cili funksionon tërësisht. Falimentoj për shembull, po marrim
Galfin kjo falimentoj kur unë mbyllë arma. Po. Me emrin e madhë Gjermanë, Po. Bëjëzhi? Kam përshtypjen që padyshim ajo ka Se qenë... kemi pak të vështirë kur shkojmë në gjëra konkrete. Jo, s'ka asnjë lloj vështirësie. Kam përshtypjen që... ndodh kjo. Me çfarë informacioni kam unë, sot nafta e Ballçit në tregun e shumicës, domethënë jo te konsumatorët qytetarët që e përdorin, shitet rreth $50-60 ton më lirë se nafta import, që është një diferencë shumë e madhe. Në fakt se mund mos duket $50-60 për ton, por shumë diferencë e madhe. Për shkak sasisë shumë. Po. Dhe në fakt kur përfundon te konsumatori final, kjo naftë shitet me të njëjtën çmim me naftën e importit. Konsumatori nuk është në dieni, që është duke përdorur një produkt i cili të paktën nga eksperjenca e kaluarës ka qenë gjithmonë jashtë standardit dhe në shkelje të kushteve të pikës flakërimit, të përqindjes qufurit, etj, mos i futemi të gjitha. Dhe gjithë kjo ka ndodhur përpara hundës së këtij shteti, përpara hundës së këtyre inspektorateve që duhet na garantonin cilësinë. Dhe këta që i kanë përgjegjësinë bëjnë sikur nuk kuptojnë, kur i takon dhe flet në mënyrë personale në qeshin dhe thonë ti e di tani si janë këto gjona, kur vjen puna për të marrë përgjegjësi, thonë prap ti e di si janë këto gjona, s'merr njëri përgjegjësi, dhe ne kemi vazhduar kështu dhe një dështim, domethënë si thosh privatizimi i Armos në atë kohë, tani i rafinerisë Ballçit, vazhdon mbetet një dështim për ekonominë shqiptare dhe vazhdon mbetet një gangren që ka krijuar evazion fiskal, dëmtim të shëndetit qytetarëve dhe dëmtim që përmendi zoti Buxhuku të konkurrencës ndershme dhe të barabartë. Kështu që në këto kushte, fakti që Armo ka rifilluar përsëri punën, fakti që prap administrohet dhe drejtohet nga kompani të cilat nuk kanë asnjë lloj reputacioni për të humbur, janë inekzistent si reputacion dhe si njerëz në kuptimin e kredibilitetit, është një arsye për të shqetësuar, është një arsye që tani qytetarët duhet fillojnë të mendojnë, ore, prapë u fut kjo punë si do t'ja bëjmë për, jo thjesht se do të dëmtojnë makinat, po e makina kur të ndizet ai fëmijë aty e kanë, mos e ka brenda makinës, e ka jashtë makinës. Domethënë, kjo nuk është thjesht çështje dëmtimi mjetës, kjo është çështje dëmtimi të jetës dhe të shëndetit njerëzve. Kështu që në këto kushte, unë mendoj që se tu është këtu duhet ishim përfaqësues të institucione që mbikëqyrin këtë sektor dhe jo thjesht ne për... Kërkova unë ata, por për këtë probleme kanë shumë të vështirë të jenë të pranishëm. Ka pas një investigim para disa kohë shumë të mirë, jo, Exit Pikal, i cila bënte një analizë ekonomike dhe thoshte pse i marrin, pse ka kaq luftë për t'i marrë këto rafinerit shqiptare, sepse edhe në rastin më të mirë, ato në fund janë destinuar të dalin me humbje. Dhe arrinte pikrisht në këtë përfundim që këtu, nafta që çohet në rafineri nuk dihet a përpunohet apo jo, apo një pjesë e saj hidhet bruto në treg dhe përzihet dhe bën ajo që sa herë shkojmë te mekaniku ke makinat e ke nga nafta, thonë. Pra, mund të jetë dhe kjo rrugë e dytë që... Nafta është e pamundur bruto të hidhen në treg. Jo, përzihet... Bruto është e pamundur të hidhen në treg. Ato bën një lloj përpunimi, çështja është që produkti nuk është me standardin ligjor, se naftë bruto është... Ajo naftë është si rerë. Naftë bruto shqiptarët paktën se mbase po të shkosh në Libi, që është si ujë, si puth shumë mase, po Shqipëri... Nafta bruto është e pamundur të hidhen në treg. As në përzierje. Po asë në përzierje. Duhet bësh patjetër përpunime, pastaj është kjo puna e Virginit që flitet shumë, është folur gjithmonë, janë elementet të squfurit, sepse një nga kostot më të mëdha për përpunuar naftën është ulja e përqindjes së squfurit. Domethënë ajo është një nga kostot e jashtëzakonshme. Dhe edhe në Ballçë gjatë këtyre viteve që janë përpjekur ta fusin punë, një nga problemet që kanë pasur është se i hidhnin aditiv për t'i ulur squfurin, po prishishin parametrat e tjerë që ka të bëjë me pikën e flakërimit, që është element sigurie, që mos futemi në detaje teknike. Kështu që se nganjëherë edhe i egzagjerohen gjërat kur fliten, por e vërteta është që produkti është jashtë standardit. Dhe nuk ka rëndësi se sa jashtë standardit është, nëse është jashtë standardit, është shkelje e shëndetit qytetarëve standardit, është shkelje konkurrencës lirë dhe evazion fiskal. Ka një pyetje shumë thjeshtë. Si arrin? Duhet jetë një rrjet i plot ky që realizon. Sepse si është e mundur tani, se nuk është se po shiten gjilpera, ose po shesim gjëra fare të vogla.
Do me thëmë, duhet ngarkohet maunet e mëdha të mbushen me naftë të gjitha dhe të shkojnë pranë karburanteve të gjitha. Si realizohet kjo? Se është shumë interesante. Jo, themu si realizohet. Për para 3-4 vjetësh mos gaboj, emisioni fix fare këtu në Top Channel, me që jemi në Top Channel, Filipi, ka bërë një investigim në lidhje me produktin e naftës Ballçit. U mundësua që një gazetar në mënyrë të fshet, me kamerat të fshet, të futej në një autobot, i cili do shkonte brenda në rafineri për të ngarkuar. U fut brenda, u ngarkua, dolën nga rafineria, ndaluan botin, vetë gazetari mori një sasi të produktit, e futi e paketoj, dhe e ka quar vetë jashtë Shqipërisë në 2 laboratorë të ndryshëm në rajon, të certifikuar për të marrë analizën. Produkti, kuptohet, doli jashtë standartit, në mos gaboj shufur ishte rreth 3 herë më i lartë se standarti ligjor, që do thot 300%. Dhe mbasi e dha fiksi emisioni, ka marrë telefonata, se tani s'do themi emra, po me qa ka marrë veshun, nga 2-3 drejtuesit më të lartë që kishte shteti shqiptare në atë kohë, që nëse do ishte mundur ta linin këtë muhabet dhe të mos merreshim këtë punë. Kështu që kështu bëhet kjo punë, me që pyetët si bëhet. Filipi mori një telefon që i thanë, kjo nuk do të vazhduar. Tani... Jo, i e ka bërë, emisioni ka qenë i plot. Tani dëgjoj, që t'jemi, kjo nuk përfundon me të qeshmër. Në më thënë, kjo situatë. Po dhe të qajmë tani se... Kjo ka tonë e humori, po problemi është një humor tragjik. Kjo që po themi ne. Pse është tragjik? Fakt është i pa diskutueshëm, është që këtu lihet të punoj me vetdijet plot, rafineria e Ballçit, që ne të gjithë po e themi, që nuk i ka parametra teknologjik për prodhuar naftë me standardet ligjore, të cilat i kërkon ligji shqiptar, apo jo. E para. Dhe kjo bëhet me vetdije. Të gjithë e dinë që Ballçi nuk i prodhon. E dyta, këtu me vetdije lihet edhe tjetra, që ti punon, akumulon borxhe, pra merr parat nga qytetarët shqiptar, akumulon borxhe deri në një pikë sa ti thua pastaj dhe iki. Apo jo. Si shka ndodhë. Po, rëndom të gjithë. Gjitha rastet janë të tilla, që grumbullohen borxhet e jashtëzakonshme, ndërkohë këto borxhe janë pasuri të atyre që i kanë administruar. Po, ndërsa Helmin e kanë të gjithë shqiptarët, kudo që jeni, nga më i vogli deri tek më i madhi. Kompanitë serioze të cilat sjellin naftë këtu, ne kemi pasur rastin të kontaktojmë me disa kompani që sjellin naftë ndërkombëtare. Ato kanë dëgjuar për se çfarë ndodh në tregun shqiptar. Dhe... Po, mund të ilustroni me një rast konkret, të thoni konkretisht, në kompaninë filan. Kompania Exxon, për shumë, që sjell naftë në Shqipëri. Nga e sjell? Me të tretë, po. Praktikisht, ka pasur rastin kur kontrollonte vetë me njërës se çfarë ndodhte me naftën që ajo sillte në Shqipëri. Dhe, realisht, nga informacionet që më kanë ardhur, praktikisht ajo, në ato pika që kishte quar me destinacion, kishte qenë relativisht e kënaqur. Ndërsa, për provat të cilat ajo kishte marrë, në të gjitha pikat e tjera, sa ajo kishte ngelur, në më thënë, parametrat ishin të tmerrshëm. Të tmerrshëm. Në më thënë, tregu shqiptar, me prodhimin e rafinerisë Ballçit, i cili vjet në punë edhe për arsye të zgjedhjeve, për arsye politike, për vota e ku të diun, praktikisht është i shkatruar. Kemi rastet të tjera të një pjesë kompanive, të cilat transportojnë naftën krudo. Verzi. E marrin nga Alpetroli direkt dhe kanë licencët përkatëse për të çuar atë jashtë Shqipërisë, apo jo, apo ku e çojnë. Ne patëm me sajtin e të pa ekspozuarve një moment kur një kompani, e cila sjell në fakt edhe nga jashtë për pikat e vetë karburantit. Po, më përpara zotin Tomori, a mund të më spjegoni çfarë konkretisht, si është ligji, kush duhet ta bëj këtë lloj transporti në Shqipëri? Transportin e... Krudo, e këti niveli, që merret direkt nga Alpetroli. Me zhdi unë, ato janë kompani që kryen aktivitet dhe nuk është se ka ndonjë kufizim në ligj.
Nuk ka kufizim ligj? Me që di unë, po. Që duhet kene rafinerit, për shembull. Jo, nuk e di tjetë një kufizim që kompanitë që duhet bëjnë transportin të kene edhe rafinerin. Do shta është për Gjergji mund... Kush i kontrolon ajo? Ku shkon kjo? Ku shkon kjo naftë? Për shembull, kush e kontrolon ku shkon kjo naftë? Askush nuk e kontrolon. Ajo që ndodhë është që thjesht Alpetroli jap një tender. Alpetroli jap një tender për të shitur një sasi 100.000 ton, 200.000 ton, dhe fiton ai që paraqet ofertën më të mirë, çmimi më të lartë. Që është, domethënë, dhe pastaj se ku shkon, ka raste që ato tendera janë vetëm me një ofertues, shkon ai, fiton, nuk ka asnjë kontroll më tutje se ku shkon ajo naftë bruto që shitet nga Alpetroli. Bushat, ku mendoni se është politika në të gjitha këto që thamë ne? Qeverit, jo vetëm qeveria që kemi tani. Ku qëndron ajo? Të kremi dhe njërë këti, pasi situam gjithë të probleme. Qeveria është, nuk duket vetëm e paftë në këtë rast. Çfarë është? Çfarë është gjithë kjo që ndodh në Shqipëri? Me këtë pasuri kaq të madhe. Jo, unë e thash dhe në fillim dhe po e mbyll, nuk është natyrisht që nuk është vetëm e paaftë, është njëkohësisht e paaftë dhe makute. Dhe këto të dyja, do me thënë, sepse edhe kur flasim për abuzime o për korupcion, ka dy mënyra të bërit, ka me elegancë, ka edhe si elefanti në dyqane qelqurinave. Dhe këta në premtuan që do vinë në ndryshe. Po. Dhe këta e bëjnë si elefanti. Do me thënë, qeveria është kudo. Në qoftë se ju në makinën tuaj keni naftë keqe dhe paguani kosto shtesë për atë, është gjëja me thjesht që ajo naftë kontrollohet. Në qoftë se ju hani produkte ushqimore me cilësi të dobët, ato janë lehtësisht kontrollueshme. Ka dikush që me vullnet nuk do t'i kontrolloj. Dhe këtu është qeveria. Ju, Buzhuk. Ja, ka një sqarim për naftën bruto, ka vetëm një, domethënë, ka një kusht, ka një udhëzim të drejtorit doganave që normalisht çdo sasi nafte bruto që lëviz duhet të jetë shoqëruar nga antikontrabanda. Po se sa zbatohet pasaj dhe se si, po normalisht çdo sasi karburanti bruto që transportohet që lëviz duhet të jetë e shoqëruar me punojës të antikontrabandës. Në që se mund të them diçka, deri më sot, si tu është, flasim gjithmonë krahasim me të tjerat. Pikat ku shteti shqiptar e ka më kollaj të kontrolloj, janë portet. Krahasim me tregun e brendshëm. Dhe këto nuk kontrollohen apo? Jo, unë mendoj që kontrollohen, ose me çdi unë kontrollohen, dhe sa më shumë naftë bruto eksportohet, aq më kollaj e matshme e kontrollueshme është e gjithë fusha dhe sektori. Sa më shumë shtohet përqindja e naftës bruto që nuk eksportohet, po futet e këto rafinerit në Shqipëri, aq më shumë shtohen, le të themi, mundësitë për të krijuar probleme, sepse fillon jo kaq naftë fut në rafineri, po nuk u prodhua kaq e gjitha, sepse një pjesë është e firo, pastaj fillojnë futet ato produkte dytësore, jo Virginia e tjera, të cilat s'duhet përdorën treg, duhet të rieksportohen. Dhe gjitha këto krijojnë zinxhir dhe sa më shumë hallka krijon, aq më shumë hapësira krijohen për të filluar pastaj korrupsioni dhe le të themi gabitjet në matje. Për ta theksuar gjithashtu, një nga problemet kryesore që kemi me naftën bruto dhe me ballshin, është që kur nafta importohet, importuesit e naftës paguajnë të gjitha detyrimet e taksave në dogan dhe pastaj kalon produkti futet në tregun shqiptar. Ndërsa kur nafta përpunohet në rafineri si e Ballshit, nuk paguhen të gjitha taksat, futet një produkti në treg, dhe pastaj duhet që shteti shqiptar ta mbledhë. Dhe kjo është një nga arsyet dhe kjo është mekanizmi që kompanitë që kanë punuar Ballshin 3-4 vitet e fundit kanë qenë me borxhe ndaj shtetit dhe tatimeve. Domethënë, unë vetë për te elementet të cilësisë, që është shumë e vështirë për të na bindur tashmë që Ballshi prodhon një produkt me standard mirë, në qoftë se do kishte transparencë nga Ministria Financave, nga tatimet, nga doganat, nga Ministria Energjetikës, do t'ishte që kemi ndryshuar mekanizmin
dhe tani edhe nafta që do prodhohet në rafineri, momentin që kalon traun e rafinerisë, do paguaj gjithë taksat një lloj sikur të ishte naftë, siç bën nafta importit. Kjo do krijon të paktën mundësinë për të eliminuar evazionin fiskal që ka ndodhur nga punimi i rafinerisë Ballçit. Një pyetje të fundit me 2 fjalë të secili. Mendoni që kjo pasuri që kemi ne është e madhe, pavarësisht nga shpërdorimi. Mendoni ka shpresë se mundet rregullohet kjo, Bushet? Bas 1 milion euro nuk di të them. A mund të rregullohet. Vështirë duket, po mos duash ti e shoh optimist. Për ne këto pasuri të mëdha janë kthyer jo në begati, po në mallkim, sepse sa më të mëdha janë pasuritë, aq më shumë duket që ca njerëz po i vjedhin. Ky është një film që ne kemi të parë paktën 3 herë deri tani, dhe jemi do shohim të njëjtin film, kam përshtypjen edhe herën e 4, dhe pas një viti ose ndoshta më shpejt do vim të bëjmë sërish emision se ç'a ndodhi me provën e radhës të armës. Me rusët e Ballçit sa radhë. Ç'a ndodhi me rusët e Ballçit. Me rusët e Ballçit. Pse ju mendoni do kemi Po është rusë dhe mongol dhe të tjerë pastaj më pas. Jo, mongolët janë seria 5, se këto rusët janë me 4. deri tani aty ka patur Amerikan nga Teksasi, ka Amerikan patur shumë ka patur. Tani Shumë Amerikan. Bëxhuk? Unë mendoj këtë gjë. Shenja e parë e vendosjes së shtetit në Shqipëri do të jetë rregullimi i sektorit naftës. Nëse do të rregullohet shteti, do të filloj të rregullohet nafta, thoni jo. Që shteti shqiptar do funksionojë, do jetë funksionimi normal i tregut naftës. Dhe sinjali parë që tregu i naftës do rregullohet, do jetë kur kompani me reputacion ndërkombëtare ose paktën rajonale europiane, të guxojnë të vinë të investojnë në Shqipëri dhe të vënë emrin e tyre kur të shesin produktin konsumatorëve. kemi shell. Nuk kemi, sepse nuk kemi as brand, as leje. Por, kur kjo të ndodhi, atëherë, kjo do t'jetë ajo shenja që zoti Buxhuku po fliste. Kur kompani me reputacion dhe me markën e tyre do vinë, do përballen direkt me qytetarin shqiptar. Një imprenditor i naftës më shkruan, pronari Kredins, ja e me qera Allumit, Allumi e me qera Bylisit, Bylisi e me qera Toskut, Tosku e financa nga rusët. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni ynë për mbrëmjen e sotme, ishte emisioni i fundit për këtë sezon. Fillon një muaj ngarkuar me kampionatin botëror e tjera. Faleminderit që na keni ndjekur për gjatë këtij sezoni, me ato të mira që ndoshta kemi patur, po dhe me ato që nuk i kemi patur. Gjithsesi, faleminderit që na keni ndjekur. Falenderoj të ftuarit e mi, natën e mirë.